Një mesazh për ty që po më shikon tani. Nëse kjo histori të prek zemrën, të lutem lëre një koment më poshtë. A ke përjetuar edhe ti diçka të ngjashme? A të ka ndryshuar jeta në mënyrë radikale? Shpërndaje këtë ndjenjë me ne. Dhe të lutem, qëndro deri në fund, sepse kjo histori ka kthesa që nuk i pret askush. Historia e Agimit nuk është thjesht një tregim. Është një pasqyrë e dhimbjes, shpresës dhe fuqisë njerëzore. Le të fillojmë. Agimi mbante mend atë mbrëmje si dje, edhe pse kishte kaluar një jetë e tërë që atëherë. Qielli mbi Kosovë ishte i zymt, i mbuluar me re të zeza që duken si shkëlqimi i hirit mbi një vend që po digjej. Era e ftohtë e vjeshtës ja priste fytyrën, por frika që e shtinte në gjoks ishte shumë më e ftohtë se çdo erë e dimrit. Agim, shpejto! Zëri i babait të tij Muharremit ishte i thyer, i mbutur nga një miks dhimbjeje e urgjence. Nuk kemi kohë, duhet të ikim tani. Agimi ishte vetëm 15 vjeç atëherë, një djalë që deri dje kishte menduar vetëm për futboll, për shoqërinë e tij të shkollës, për atë vajzën nga klasa paralele që e kishte bërë të skuqej çdo herë që e shikonte. Tani, këto gjëra dukeshin kaq larg, aq të parëndësishme. Tani jeta e tij ishte bërë një rrugë zvarr drejt panjohurës, një largim i dhunshëm nga çdo gjë që njihte. Shtëpia e tyre, ajo shtëpi e vogël me rrethoja të bardha dhe obor plot lule që nëna e tij Fatmirja i kultivonte me kaq dashuri, tani po mbetej pas. Agimi u kthye për një moment të fundit. Në dritën e dobët të llampës që dridhet nga era, pa nënën duke përqafuar shtyllën e derës, duke qarë në heshtje. Ajo nuk mund të vinte me ta. Kishte vendosur të qëndronte me gjyshen e sëmur që nuk mund të udhëtonte. Agim, shiko përpara, mos u kthe. Zëri i babait ishte i ashpër, por duart i dridheshin. Ata ecën nëpër rrugët e errta të fshatit. Përreth tyre, të tjerë familje bënin të njëjtën gjë. Fëmijë që qalin, nëna që përpiqeshin t'i qetësonin, burra që mbanin çfarë mund të mbanin, canta të vogla, thas me ushqim, një gjendje dëshpëruese copëzuar në duar. Të gjithë shkonin në të njëjtin drejtim. Larg. Ku po shkojmë, baba? Pyeti Agimi. Zëri i tij i trishtuar dhe i zbehtë. Në Maqedoni, djali. Atje do të jemi të sigurt. Përkohësisht. Përkohësisht. Ajo fjalë i binte rënd në zemër. Agimi nuk e dinte ende se ajo fjalë do të zjaste vite, do të zjaste një jetë të tërë. Marshimi ishte i gjatë, i dhimbshëm. Këmbët e Agimit të mbathura në këpucë të vjetra filluan të lëndoheshin pas disa orësh ecje. Rruga ishte e mbushur me gur, plot me gropa, dhe errësira e bënte edhe më të rrezikshme. Por frika që e shtinte në gjoks ishte shumë më e ftohtë se çdo erë e dimrit. Në një moment grupi i tyre u ndal pranë një pusi të vjetër në skajin e një fushe. Të gjithë ishin të lodhur, të uritur, të etur. Fëmijët po qanin dhe nënat po përpiqeshin t'i qetësonin me premtime që as vetë nuk i besonin. Do të kthehemi shpejt, do të kthehem në shtëpi shumë shpejt. Por në sytë të rriturve Agimi pa diçka tjetër, pa frikë, pa siguri, humbje, pa atë që pas vitesh do të kuptonte si dorëzim të hopës. Babai i tij u ul pranë tij, duke mbajtur në duar një shishe me ujë që e kishte mbushur nga pusi. Pi i bir, duhet kesh forcë. Agimi piu, por uji kishte një shije të hidhur, ose ndoshta ishte vetëm goja e tij që e kishte harruar çfarë shijesh kishin gjërat normale. Baba, kur do të kthehemi? Pyeti ai, duke shikuar babain me ato sy që kërkonte një përgjigje që nuk do të vinte kurrë. Muharremi e shikoi të birin dhe për një moment duket se po përpiqet të gjejë fjalët e duhura. Pastaj thjesht e përqafoi. Nuk e di, Agim. Nuk e di. Ajo natë ata fjetën në fush, nën qiell të hapur, nën batanje të thilla që mezi mbronin nga i ftohti. Agimi mbante mend timujt, zërat e ulta të njerëzve që flisnin mes tyre, vajtimin e një fëmije që kërkonte nënën e tij, ulërimin e larg të një qakuli. Por mbi të gjitha, mbante mend heshtjen e madhe që mbulonte çdo gjë. Heshtjen e një vote që po shkatrohej. Në mëngjes, marshimi vazhdoi. Dita e parë u bë e dyta, e dyta u bë e treta. Ditët filluan të shkrihen së bashku në një përjetim të vetëm, të vazhdueshëm dhimbjeje dhe lodhjeje. Ushqimi bëhej gjithnjë më i pakët.
Agimi e shihte babain duke e dhënë pjesën e tij të bukës, duke thënë që nuk kishte uri, edhe pse fytyra e tij e holluar fliste ndryshe. Në rrugë, ata dëgjuan histori të tjera, histori që i bënin të mërziteshin edhe më shumë. Një familje kishte humbur vajzën e tyre në errësirë, një plak kishte vdekur në rrugë nga lodhja, një grua kishte lindur një fëmijë në kushte të tërshme, pa ndihmë medikalike, në një kashol të braktisur. Jeta është e pafajshme, tha dikush në grup. Ne nuk kemi bërë asgjë për të merituar këtë. Por Agimi e dinte tashmë që jeta nuk është drejtë. Kjo ishte mësimi i parë i tij si refugjat, se vota nuk të pyet nëse je i pafajshëm, thjesht të godet dhe ti duhet të mbijetosh. Kur më në fund arritën në kufirin e Maqedonisë, Agimi pa një pamje që do të përcillte përgjithmonë. Mira njerëz, të grumbulluar, duke pritur, gruan me fëmijë në krah, burra të moshuar që mezi qëndronin në këmbë, të rinj si ai që shikonte me sy të zbrazët. Të gjithë kishin të njëjtën shprehje: humbje, konfuzion, frikë. Jeta e Agimit refugjat kishte filluar, pas një kthese të dramatike. Emri? Pyeti një ushtar në pikën e kalimit, duke mbajtur një clipboard në duar. Muharremi Krasniqi dhe djali im, Agimi, tha babai, zëri i tij i thyer. Ushtari shkroi diçka shpejt dhe u bëri me dorë të kalonin. Mirë se vini në Maqedoni. Kampi është në atë drejtim, tha pa emocione, sikur po i drejtonte turist drejt një hoteli. Kampi. Fjala që do të bëhej shtëpia e tyre për muajt e ardhshëm, një vend ku jeta nuk jetohej, por thjesht kalohej. Kampi i refugjatëve në Maqedoni ishte një shtrirje e pafund tendash të bardha, secila plot me familje që kishin humbur çdo gjë. Agimi dhe babai i tij u caktuan një tend me 8 persona të tjerë, një familje prej 5 vetësh nga Prishtina dhe një çift të moshuar nga Peja. Tenda ishte e vogël, e ftohtë dhe era brenda ishte një miks djerse, lagështie dhe dëshpërimi. Në qoshe kishte një soba të vogël që mezi e ngrohte hapësirën dhe dyshekët e hollë që u dhan nuk ishin asgjë kundër të ftohtit që depërtonte nga toka. Ky është vendi ynë tani, tha babai, duke u përpjekur të duket i qetë. Agimi i ul në dyshek, duke shikuar përreth. Në anën tjetër të tendës, një vajzë e vogël, rreth 8 vjeçare, po luante me një kukull të vjetër, të rrëmujshme. Nëna e saj ulur pranë me sy të kuq nga qarët, por duke u përpjekur të buzëqeshte për të bien. Si të quan? Pyeti nëna duke e parë Agimin. Agim, emri i bukur. Unë jam Shpresa dhe kjo është vajza ime, Dielza. Ajo fërkoi kokën e vajzës. Ne jemi nga Prishtina. Burri im beti atje, po përpiqet të gjej mënyrën të vi. Agimi nuk e dinte çfarë të thoshte. Çfarë mund të thojë dikujt që kishte humbur gjysmën e vetes? Do të vi, tha ai në fund, megjithse nuk e besonte. Ditët në kamp ishin të njëllojta, një përsëritje monotone e pritjes dhe hiçit. Në mëngjes u zgjohej nga zhurma e njerëzve që lëviznin, tingujt e vajtimeve dhe bisedave të ulta. Ushqimi jepej 2 herë në ditë, një këmbë supe dhe pak bukë. Ndonjëherë kishte diçka më shumë, por më shpesh jo. Agimi kalonte ditët duke ecur nëpër kamp, duke vëzhguar njerëzit. Kishte një fushë të vogël ku fëmijët luanin futboll me një top të shtypur, të vjetër. Ai bashkohej ndonjëherë, por zemra e tij nuk ishte në lojë. Si mund të luante futboll kur bota e tij kishte rënë përreth? Babai i tij kalonte kohën duke kërkuar informacion. Çdo ditë shkonte te një vend i vogël ku organizatat humanitare jepnin njoftime, lista e njerëzve që kishin arritur, lista e të zhdukurve, mundësi për të migruar më tej. Agim, duhet të gjejmë mënyrën të largohemi nga këtu. Nuk mund të jetojmë në kamp përgjithmonë. Duhet të gjejmë një vend ku të fillonim nga e para. Por ku, baba? Ku mund të shkonim? Ka vende që po pranojnë refugjat. Gjermania, Zvicra, Suedia, po përpiqem të gjej mënyra. Një mbrëmje, Agimi ishte ulur jashtë tendës duke parë ylbetën. Qielli ishte i pastër dhe yjet shkëlqyen me një shkëlqim të ftohtë. Ai mante mend kur I shikonte yjet me nënën e tij në oborin e tyre, dhe ajo I kishte treguar emrat e yjeve. Çdo yll ka një histori, kishte thënë ajo, dhe çdo njeri ka një yll që e ruan. Tani duke shikuar atë qiell, Agimi u pyet nëse ylli I tij ende e ruante, ose ndoshta ishte rënë, ashtu si të gjitha gjërat e tjera në jetën e tij. Agim, një zë I butë. Ishte Dielza, vajza e vogël nga tenda e jon. Po Dielza, a mendon se do të kthehemi ndonjëherë në shtëpi? Agimi e shikoi. Ajo ishte aq e vogël, aq e pafajshme. Si mund t'i thoshte të vërtetën, se ndoshta kurrë nuk do të ktheheshin? Po, gënjeu ai. Do të kthehemi. Ajo buzëqeshi,
një buzëqeshje e vogël e thyer, por një buzëqeshje. Pastaj u kthye në tend. Javët kaluan, pastaj muaj. Kampi u bë një lloj rutine të çuditshme. Agimi filloi të mësonte disa fjalë në maqedonas nga një vullnetar që vinte her pas here. Babai vazhdonte të kërkonte një rrugdalje. E ndërkohë, një ditë erdhi lajmi. "Kemi një mundësi", tha babai, duke ardhur në tend me një letër në dorë. Fytyra e tij kishte një shprehje që Agimi nuk e kishte parë prej kohësh, shpresë. "Mundësi për çfarë?" "Ka një organizatë që po na ofron mundësinë të shkojmë në Gjermani. Po pranojnë refugjat, duke i sistemuar në qytete të vogla. Nuk është shumë, por është diçka, një fillim." Agimi ndjeu diçka në gjoks. Një miks frike dhe eksitimi. Gjermania, një vend që kishte dëgjuar vetëm në libra, një vend kaq larg, kaq i ndryshëm. Kur? Pas 2 javësh, duhet të jemi gati. Ato 2 javë kaluan në një shpejtësi të çuditshme. Agimi filloi ta realizonte se po largohej edhe më shumë nga shtëpia, nga nëna, nga gjithçka që njihte. Por gjithashtu e dinte se nuk kishte zgjedhje. Kjo ishte mbijetesa. Ditën e nisjes, kampi u zgjua me një tension të veçantë. Shumë familje po largoheshin. Ato që mbeti shikonte me një miks malli dhe pikëllimi. Shpresa, nëna nga tenda e tyre, erdhi ta përshëndes Agimin. "Të uroj fat Agim, të uroj të gjesh atë që kërkon." "Faleminderit, edhe ju." Djelza vrapoi dhe e përqafoi. "Mos më harro, nuk do të të harroj kurrë", tha Agimi, duke ndjerë sytë që i mbusheshin me lot. Autobusi i priti në hyrjen e kampit, një autobus i vjetër, i zbehet, por për Agimin ai duke si një anije që po e çonte në një botë të re. Kur autobusi lëvizi, Agimi u kthye dhe pa kampin duke u larguar. Tendat e bardha, njerëzit që po vazhdonin të prisnin. Ai nuk e dinte se kurrë më nuk do të shihte disa prej atyre njerëzve. Disa do të ktheheshin në shtëpi, disa do të mbeteshin në kamp për gjithmonë, dhe disa, si ai, do të shkonin përpara, drejt një të panjohure që ishte edhe friksuese, edhe shpresdhënëse. Udhtimi drejt Gjermanisë ishte i gjatë dhe i raskabitshëm. Autobusi kaloi nëpër rrugë të gjate, të dredha, duke u ndalur vetëm për pushime të shkurtra. Agimi shikonte nëpër dritare dhe pa një botë që ndryshonte përpara syve të tij. Malet e larta që zvendësoheshin nga fusha të gjëra, fshatra të vogla që bëheshin qytete të mëdha. Babai i tij ulur pranë, i heshtur, i zhytur në mendime. Agimi e dinte se po mendonte për nënën, për shtëpinë, për jetën që kishin lënë pas. Por asnjëri prej tyre nuk foli. Donjëherë heshtja thot më shumë se fjalët. Kur më në fund arritën në Gjermani, Agimi u godit nga ndryshimi. Qytetet ishin të ndritëshuara, të organizuara, plot njerëz që ecnin me qëllim. Makina të shkëlqyera, rrugë të pastra, dyqane plot me gjëra që Agimi nuk i kishte parë kurrë më parë. "Kjo është një botë tjetër", murmuriti ai. "Është", tha babai, "por mos harro se ne nuk jemi pjesë e saj, jo ende." Ata u dërguan në një qytet të vogël në jug të vendit, një vend me emrin e vështirë për t'u shqiptuar, por që do të bëhej shtëpia e tyre për vitet e ardhshme. U caktuan një apartament të vogël në një ndërtesë ku jetonin edhe refugjat të tjerë, nga Bosnja, nga Iraku, nga Afganistani. Të gjithë kishin historinë e tyre, të gjithë kishin humbur diçka. Apartamenti kishte 2 dhoma, një kuzhinë të vogël dhe një banjo. Ishte shumë më mirë se tenda, por ende nuk ishte shtëpi. Agimi e dinte se shtëpia nuk është vetëm 4 mure, është ndjenjat, ato që e mbushin. "Këtu do të fillojmë", tha babai, duke vendosur çantën e vogël që kishin sjell. "Do të gjejmë punë, do të mësojmë gjuhën, do të ndërtojmë diçka." Por nuk ishte aq të thjeshtë. Javat e para ishin një kaos i plot. Gjuha ishte një barierë e madhe. Agimi shkoi në një shkollë lokale ku mësimdhënësit përpiqeshin të ishin të mirë, por ai nuk kuptonte asgjë. Fjalët fluturonin përreth tij si zogj të shpejtë që nuk mund t'i kapte. "Ich verstehe nicht", mësoi të thoshte. "Nuk kuptoj." Ishin fjalët që i përdori më shpesh. Në klas, fëmijët e tjerë shikonin me kuriozitet. Disa ishin miq, të tjerë jo. Një djalë me flokë të kuq dhe sy blu e quajti refugjati me një ton që nuk ishte as pak miqësor. "Ju vini këtu dhe merrni gjithçka", tha ai ditën e oborit. Agimi nuk ju përgjigj. Nuk e dinte gjuhën mjaftueshëm për të debatuar, dhe edhe sikur ta dinte, çfarë do të thoshte? Si mund t'i shpjegoni dikujt që nuk e ka përjetuar atë që do të thotë të humbasësh gjithçka? Babai gjeti punë në një fabrikë, punë e rëndë fizike që kërkonte orë të gjata për pagesë të ulët. Ai largohej në mëngjes herët dhe kthehej në mbrëmje vonë, i lodhur deri në palc. Agimi e shihte si babai i tij po plakej përpara syve të tij, si duart e tij po bëheshin të ashpra, si shpina e tij po përkulej. "Baba, nuk duhet të punosh kaq shumë."
I tha Agimi një mbrëmje, duke e parë babain duke u rrokullisur në karrige. Duhet, Agim, duhet të sigurojmë jetesën, dhe kur të rritesh, ti do të kesh një jetë më të mirë. Kjo është arsyeja pse jam këtu. Por Agimi nuk donte që babai të sakrifikohej për të, nuk donte që babai të vuante për gjithmonë. Ndërkohë, Agimi po përpiqej të përshtatej, filloi të mësonte gjermanisht me një vendosmëri të madhe. Çdo mbrëmje, pas shkollës, ulej me një fjalor të vjetër që kishte marrë nga libraria dhe mësonte fjalë të reja. Filloi të shikonte televizion në gjermanisht, duke u përpjekur të kuptonte dialogjet. Filloi të shkruante në një diar, në fillim në shqip, pastaj duke përzier fjalë gjermane. Muajt kaluan dhe gjuha filloi të bëhej më e lehtë, por nuk ishin vetëm fjalët që duheshin të mësuara. Ishte kultura, zakonet, mënyra se si njerëzit silleshin. Agimi ndjehej si I huaj në çdo sens të fjalës. Një ditë, në klas, mësuesja organizoi një projekt ku çdo student duhet të tregonte diçka për origjinën e tyre. Fëmijët tjerë sollën flamuj, ushqime tradicionale, fotografi. Agimi nuk kishte asgjë, nuk kishte asnjë fotografi nga shtëpia. Ishin humbur gjatë largimit. Nuk kishte asnjë send që të tregonte rrënjët e tij. Në fund, ai tregoi historinë e tij me fjalë. Foli për Kosovën, për shtëpinë që kishte humbur, për uftimin si refugjat. Klasa ishte e heshtur ndërsa I fliste, dhe kur mbaroi, disa fëmijë kishin lot në sy. Ju jeni të fortë, tha mësuesja, dhe ne jemi me fat që ju kemi këtu. Ishin fjalit e para të mira që Agimi kishte dëgjuar prej kohësh, dhe ato e prekën thellë. Por jeta nuk ishte vetëm momente të mira. Kishte ditë kur Agimi ndjehej kaq I humbur, kaq I vetmuar. Kishte ditë kur dëshironte të kthehej në Kosovë, edhe pse e dinte se atje nuk kishte më asgjë. Kishte ditë kur shikonte qiellin dhe pyeste pse jeta kishte qenë kaq e vështirë me të. Babai, nga ana tjetër, nuk e tregoi kurrë lodhjen e tij. Vazhdonte të punonte, të sakrifikohej, të shpresonte. Dhe nga ajo shpresë, Agimi mori forcë. Një mbrëmje, babai erdhi në shtëpi me një lajm të mirë. Agim, kam arritur të kursej pak para, mendoj të hap një biznes të vogël. Biznes? Çfarë lloji biznesi? Një dyqan I vogël, do të shesim gjëra nga Ballkani, ushqime, produkte që njerëzit e tjerë nga aty I mungojnë. Ka shumë refugjat këtu, dhe ata duan të kenë një copëz e shtëpisë. Ishte një ide e thjeshtë, por e bukur, dhe Agimi pa se sa shumë do të thot ajo për babain e tij. Një mënyrë për të ndërtuar diçka, për të qenë më shumë se vetëm një punëtor fabrike. Do të ndihmoj, tha Agimi. Do të punojmë së bashku. Babai buzëqeshi, një buzëqeshje e vërtet, të parën që Agimi kishte parë prej kohësh. Dhe kështu filloi një kapitull I ri. Dyqani u hap pas disa muajsh përgatitjeje. Ishte I vogël, I vendosur në një rrugë ansore, por ishte I tyre. Agimi ndihmonte pas shkolle, duke sistemuar raftet, duke shërbyer klientët, duke mësuar si të menaxhonte para. Klientët filluan të vinin, jo shumë në fillim, por mjaftueshëm për të mbajtur dyqanin hapur. Agimi takonte njerëz nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia. Të gjithë kishin histori të ngjashme, të gjithë kishin humbur diçka. Një grua e moshuar, me përparse të bardhë dhe sy të butë, vinte çdo javë për të bler miell dhe sheqer. Më kujton djalin tim, I tha ajo Agimit një ditë. Ai mbeti në Kosovë, nuk e di nëse është ende gjallë. Agimi nuk e dinte çfarë thoshte, por e dëgjoi. Ndonjëherë dëgjimi është gjëja më e murë që mund të bësh. Vitet kaluan, dhe Agimi u rrit nga një djalë në një të ri. Shkolla e mesme erdhi dhe shkoi. Ai mbaroi me nota të mira, duke bërë një nga studentët më të mirë në klasën e tij. Mësuesit e lavdëronin për vendosmërinë e tij, për mënyrën si kishte mësuar gjuhën, si ishte përshtatur. Por brenda, Agimi ende ndjente atë zbrasti, ende kujtonte shtëpinë, nënën, atë jetë që kishte humbur. Çdo natë para se të flinte, mbyllte sytë dhe përpiqej të kujtonte fytyrën e nënës, zërin e saj. Por me kalimin e kohës, ato kujtime po zbeheshin, si fotografi që ekspozohen në diell. Dyqani I vogël filloi të shkonte më mirë. Babari punoi shumë për ta zgjeruar, dhe tani kishin më shumë produkte, më shumë klient. Agimi vazhdonte të ndihmonte, por tani kishte edhe plane për veten e tij. Baba, dua të shkoj në universitet, I tha ai një ditë. Muharemi e shikoi me krenari, por edhe me shqetësim. Universiteti kushton para, Agim, nuk e di nëse... Do të gjej një mënyrë, do të aplikoj për bursa, do të punoj në të njëjtën kohë,
por dua të studioj, dua të bëj diçka më shumë. Babai e përqafoi. Ti tashmë e ke bërë më shumë se sa mund të imagjinoja, por nëse ky është ëndra jote, unë do të ndihmoj. Agimi aplikoi për universitete dhe u pranua në disa prej tyre. Ai zgjodhi një shkollë biznesi në një qytet pak më larg. Studimi i biznesit nuk ishte vetëm për interesim, ishte një zgjedhje strategjike. Ai donte të mësonte si të ndërtonte diçka, si të arrinte sukses, si të kthehej një ditë në Kosovë si dikush që ka arritur. Vitet në universitet ishin sfiduese, por gjithashtu transformuese. Agimi përballej me materiale të vështira, me profesor kërkues, me studentë që vinin nga familje të pasura dhe nuk e kuptonin atë që do të thotë të luftosh për çdo gjë. Në një seminar, profesori pyeti: "Cili është motivimi juaj më i madh?" Shumë studentë folën për karriera, për para, për famë. Kur erdhi radha e agimit, ai tha: "Dua të kthehem në vendin tim dhe të ndërtoj diçka që do të ndihmojë njerëzit e mi." Klasa qeshi. Disa menduan se ishte naiv, idealist, por profesori e shikoi me respekt. "Ky është një motivim që e ja vlen," tha ai. Agimi nuk u zemrua me ata që qeshën. Ai e dinte se ata nuk mund ta kuptonin. Si mund ta kuptonin ndjenjën e humbjes, të largimit të dhunshëm, të dëshirës për të ndërtuar nga e para? Gjatë universitetit, Agimi filloi të punonte në punë të ndryshme, kamarier në një restorant, ndihmës në një kompani të vogël marketingu dhe më vonë si asistent i një supermarketi lokal. Ai mësoi nga secila përvojë, duke absorbuar çdo mësim si një sfungjer. Një nga personat më influencues që takoi ishte një biznesmen i moshuar me emrin Herr Müller. Herr Müller kishte ndërtuar një kompani të suksesshme nga e para dhe tani po këshillonte të rinj si Agim. "Ti ke diçka që shumë njerëz nuk e kanë," i tha Herr Müller një ditë ndërsa ishin duke pirë kafe në një kafene të vogël. "Çfarë?" pyeti Agimi. "Urinë. Jo vetëm urinë për sukses, por urinë për të kthyer dhe për të ndryshuar gjërat. Kjo të bën të ndryshëm." Herr Müller u dë mentori i Agimit. Ai e mësoi se biznesi nuk është vetëm për fitim, por për vlerë. Se për të arritur sukses, duhet të jesh i durueshëm, i zgjuar dhe mbi të gjitha, i jetur për të mësuar gjithmonë. "Bota nuk të jep asgjë falas," tha Herr Müller, "por nëse je gati të punosh më shumë se kushdo tjetër, nëse je gati të dështosh dhe të ngrihesh përsëri, atëherë ke një shans." Agimi e mori atë këshill në zemër. Ai punoi më shumë se kushdo tjetër në klasën e tij. Ai fjet më pak, studioi më shumë, u sakrifikua përsëri dhe përsëri. Pas diplomimit, Agimi filloi të punonte në një kompani konsulence të biznesit. Ishte një punë e mirë, e paguar mirë, por ai e dinte se nuk ishte ajo që donte për gjithmonë. Ai donte të ndërtonte diçka të vetin. Një mbrëmje, ndërsa ulur në apartamentin e tij të vogël, tani jetonte vetëm, ndërsa babai ende ishte në qytetin tjetër me dyqanin, Agimi shkroi në një letër: "Plani im për t'u kthyer." Filloi të hartonte një strategji. Donte të kthehej në Kosovë, por jo si refugjat që kishte ikur. Donte të kthehej si dikush që kishte arritur diçka, dikush që mund të kontribonte, dikush që mund të ndërtonte. Por e dinte se nuk ishte e lehtë. Kosova ende po luftonte pasojat e luftës, ekonomia ishte e dobët, infrastruktura e shkatruar dhe mundësitë të kufizuare. Megjithatë, ajo ishte shtëpia e tij dhe ai ndjente një tërheqje të fortë për t'u kthyer. Filloi të lexonte rreth zhvillimit ekonomik, rreth mundësive në Ballkan, rreth sipërmarrësjen në ekonomi post-konflikt. Filloi të kontaktonte njerëz që kishin bërë diçka të ngjashme, që kishin investuar në rajonin e tyre. Dhe pastaj, një ditë mori një vendim. Do të ndërtonte një kompani që do të ofronte shërbime konsulence për biznese të vogla në Kosovë. Do të ndihmonte sipërmarrësit lokal të rriteshin, të zgjerohen, të arrijnë sukses. Ishte një ide ambicioze, ndoshta shumë ambicioze, por Agimi ishte mësuar me sfida. Ai filloi të punojë në plan. Kaloi muaj duke kërkuar, duke shkruar një plan biznesi, duke kërkuar investitor potencial. Herr Müller u bë një nga mbështetësit e tij të parë, duke ofruar jo vetëm këshilla, por edhe një investim të vogël fillestar. "Besoj në ty, Agim, shko dhe bëje." Me kursimet e tij, investimin nga Herr Müller dhe një kredi të vogël nga banka, Agimi mblodhi kapitalin fillestar. Ishte koha për të vepruar. Por para se të largohej për Kosovë, shkoi të shihte babain. Muharemi ishte plakur shumë.
Flokët e tij ishin tërësisht të bardhë tani, dhe fytyra e tij e rrudhur tregonte vitet e punës së rënd, por kur e pa Agimin, fytyra e tij u ndrit. Biri im, sa i lumtur jam që të shoh. Baba, kam një lajm, po kthehem në Kosovë. Fytyra e Muharemit ndryshoi, një miks gëgjimi, pikëllimi dhe shqetësimi. Kosovë, por pse? Jeta këtu është e sigurt, ke një karrierë. Baba, kjo ishte gjithmonë plani. Kujtohesh, ne tha se një ditë do të kthehemi. Tani unë jam gati. Por unë jam shumë i vjetër për të filluar nga e para, të tha Muharemi me zë të trishtuar. Nuk ka nevojë të fillosh nga e para. Dyqani këtu po shkon mirë. Ti mund të qëndrosh dhe unë do të kthehem atje dhe do të ndërtoj diçka të re. Kur të jemi vendosur, do të vizitoj ose do të vish ti. Muharemi e përqafoi të birin me forcë. Jam kaq prenar për ty, kaq prenar. Ato natë, ata ulën dhe folën për orë, kujtuan të gjitha që kishin kaluar, largimin, kampin, vitet e para në Gjermani, luftimet, viktimat, por edhe triumfet, mësimin, rritjen. Ti ke bërë atë që unë kur nuk kam mundur, tha Muharemi. Ke marrë dhimbjen dhe e ke kthyer në forcë, ke marrë humbjen dhe e ke kthyer në mundësi. Kam mësuar nga ti, baba. Ti më ke mësuar se çfarë do të thotë të mos heqësh dorë kurrë. Pas disa ditësh, Agimi u nis për Kosovë. Udhëtimi ishte i gjatë, por këtë herë ishte i ndryshëm. Nuk ishte një refugjat që ikte, ishte një njeri që kthehej për të ndërtuar. Kur aeroplani u ul në aeroportin e Prishtinës, Agimi ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej vitesh, një përzierje nervozizmi dhe eksitimi. Shikoi nga dritarja dhe shoh male që i njihte, peizazhe që kishin qenë në ëndrat e tij për kaq shumë vite. Ai ishte në shtëpi, ose së paku në atë që dikur kishte qenë shtëpia e tij. Në aeroport, Agimi mori çanta dhe doli në ajër të pastër. Prishtina kishte ndryshuar. Ishte më moderne se sa e kujtonte, me ndërtesat e reja, rrugë të rindërtuara dhe një ndjenje përgjithshme jetësimi që nuk kishte qenë atje kur kishte ikur. Por edhe pse shumë gjëra kishin ndryshuar, ende kishte gjurmë të së kaluarës. Ndërtesa të dëmtuara që nuk kishin riparuar, rrugë me gropa dhe një ndjenje përgjithshme e një vendi që ende po përmirësohej. Agimi kishte rezervuar një hotel të vogël në qendër të qytetit. Ishte një fillim i thjeshtë, por ai donte të ishte këtu, në zemër të vendit, ku mund të ndjente pulsin e jetës së përditshme. Ditën e parë, ai eci nëpër rrugët e Prishtinës, duke vëzhguar njerëzit, duke dëgjuar bisedat në gjuhën e tij amtare, një gjuhë që kishte folur vetëm me babain e tij për vite me radhë. Ishte e çuditshme por e bukur të dëgjoje shqipen përreth tij, të shoh flamurin e Kosovës duke valvitur. Ai ndaloi në një kafene të vogël dhe porositi një kafe turke. Jeni nga këtu? Pyeti kamarierja, një vajzë e re me buzëqeshje të ngrohtë. Isha, tha Agimi. Ika në fund të luftës. Tani po kthehem. Mirë se kthehet, tha ajo me një ton të sinqert. Ato fjalë prekën Agimin më thellë se sa mendonte. Mirë se kthevet. Ishte e para herë që dikush ja thoshte këtë. Ditët e para në Kosovë ishin të mbushura me eksplorimin dhe planifikimin. Agimi kontaktoi disa organizata lokale, takoi sipërmarrës të vegjël dhe filloi të kuptonte sfidat që ata përballeshin. Mundësia për kredi ishin të kufizuara, infrastruktura e dobët dhe shumë njerëz nuk kishin trajnim në menaxhim biznesi. Këtu ka nevojë të madhe, tha një sipërmarrës lokal gjatë një takimi. Por nuk kemi mbështetjen që na duhet. Bankat nuk na besojnë, qeveria nuk na ndihmon dhe ne po përpiqemi të mbijetojmë ditë për ditë. Agimi dëgjoi me vëmendje. Ai e dinte se kjo ishte mundësia e tij, të ofronte atë që mungonte, të ishte ura midis aspiratave dhe realitetit. Pas disa javësh hulumtimi, Agimi hati zyrat e kompanisë së tij. Ishin të vogla, në katin e dytë të një ndërtese në qendër të Prishtinës, por ishin të tijat. Në derë vuri një tabel me emrin Konsulencë Krasniqi, ndërtojmë të ardhmen së bashku. Fillimi ishte i ngadalt. Klientët nuk vinin me njëherë. Njerëzit ishin skeptik. Kush ishte ky njeri që kishte ardhur nga jashtë e pretendonte se mund të ndihmonte? Por Agimi nuk u dekurajua. Ai filloi të ofronte konsulenca falas për bizneset e vogla, duke i ndihmuar ata të hartojnë plane biznesi, të aplikojnë për kredi, të përmirësojnë operacionet e tyre. Fjalët filluan të përhapen. Një biznes që kishte punuar me Agimin arriti të merrte një kredi dhe të zgjeroi. Një tjetër arriti të rriste shitjet me 2 fishin.
Ky djalë di çfarë po bën, thanë njerëzit. Gradualisht, klientët filluan të vinin. Agimi punoi me restorante, dyqane, kompani të vogla ndërtimi, çdo lloj biznesi që kishte nevojë për ndihmë. Ai jepte më shumë se vetëm këshilla. Ai jepte shpresë, ai jepte besim. Por nuk ishte vetëm biznesi që e tërhoqte në Kosovë. Ishte edhe diçka tjetër, një dëshirë për të gjetur pjesët e jetës së tij që kishte humbur. Një ditë, Agimi vendosi të vizitojë fshatin ku kishte jetuar. Ishte një udhëtim rreth 1 ore jashtë Prishtinës. Kur makina afroi, zemra e tij filloi të rrahë më fort. Çfarë do të gjente atje? A do të ishte shtëpia ende në këmbë? A do të takoj dikë që e njihte? Kur arriti, gjërat ishin të ndryshme dhe njëkohësisht të njëjta. Shtëpia e tij, ajo shtëpi me rrethora të bardha dhe obor plot lule, ishte ende atje, por ishte e dëmtuar. Një pjesë e çatis kishte rënë, dritaret ishin të thyera, dhe kopshti që nëna e tij kishte kultivuar me kaq dashuri, ishte tani i mbushur me barë të egër. Agimi qëndroi përpara shtëpisë për një kohë të gjatë, duke e shikuar. Kujtimet vërshuan, zëri nënës duke thirrur që të vinte për darkë, zëri babait duke lexuar gazetën në verandë, zëri i tij dhe i shokëve të tij duke luajtur në obor. Ai hapi derën e vjetër dhe hyri brenda. Shtëpia ishte e zbrazët, e braktisur. Muret ishin të njollosura, dyshemeja e mbuluar me pluhur, por në një kënd pa diçka që e bëri të ndaloj. Një foto e vjetër, e zhvendosur por ende e dukshme. Ishte një foto e familjes së tij, e bërë shumë vite më parë. Agimi e mori në duar dhe e shikoi. Atje ishte ai, i vogël, duke buzëqeshur. Pranë tij ishin babai, nëna dhe gjyshja. Lotët filluan të rrjedhin. Ai uluret dhe qau për gjitha vitet e humbura, për nënën që nuk e kishte parë prej kaq kohësh, për jetën që kishte ikur. Pas pak, dëgjoi një zë. Kush jeni ju? Agimi u kthye dhe pa një grua të moshuar, me gjanë dhe zënjë të mprehtë, duke e shikuar nga pragu i derës. Isha fëmijë këtu, jeton në këtë shtëpi. Gruaja e shikoi më vëmendësisht. Agimi? Agimi i Muharemit? Po, si e dini? Unë jam Zahide, fqinja juaj e vjetër. O Zot, nuk besoj, të mendova se ketë vdekur. Agimi qëndroi në këmbë dhe ju afrua. Jo, jam gjallë, kam qenë në Gjermani të gjitha këto vite. Zahide e përqafoi dhe të dy qanë së bashku. Nëna jote, Fatmirja. Çfarë ka ndodhur me të? Pyeti Agimi, zëri i tij i dridhur. Zahide ulur dhe filloi të tregonte. Nëna e Agimit kishte qëndruar në fshat për një kohë pas largimit të tyre, duke u kujdesur për gjyshen. Kur gjyshja vdiq, ajo jetoi vetëm për disa vite, duke pritur lajme nga Agimi dhe Muharemi. Ishte përpjekur të mbante shtëpinë, të ruante kopshtin, duke shpresuar se një ditë do të ktheheshin. Por ishte e vështirë Agim. Ishte shumë e vështirë për një grua vetëm, dhe pastaj një ditë ajo u sëmur. Nuk ishte kujt i drejtohej. Unë përpiqja ta ndihmoj, por ku është ajo tani? Pyeti Agimi duke ditur tashme përgjigjen. Vdiq para 5 vitesh, e varrosëm në varezat e fshatit. Agimi ndjeu sikur bota kishte rënë mbi të. Nëna e tij kishte dekur dhe ai nuk kishte qenë atje. Nuk ishte mundur t'i thoshte sa shumë e donte, nuk ishte mundur t'i falenderonte për gjithçka që kishte bërë. Më fal, murmuriti ai, duke u përkulur dhe duke mbuluar fytyrën me duar. Zahide e vuri dorën në supë. Ajo e dinte që ti e doje. Ajo fliste për ty çdo ditë me kaq krenari. Thoshte, djali im do të bëhet dikush i madh, djali im do të kthehet një ditë. Ajo besoi në ty deri në fund. Ato fjalë ishin njëkohësisht ngushëllim dhe dhimbje. Agimi kaloi pjesën tjetër të ditës duke vizituar varrezat. Varri njanës ishte i thjeshtë, me një pllak të vogël guri që thoshte emrin dhe vitet. Ai uluret pranë, duke vendosur lule që kishte bler në rrugë. Më fal nën, më fal që nuk erdha më shpejt, më fal që nuk isha këtu. Qëndroi atje për orë duke folur me të, duke ja treguar për jetën e tij, për atë që kishte arritur, për planoret e tij. E dinte sa jo nuk mund ta dëgjonte, por donte ta thoshte megjithatë. Kur u kthye në Prishtinë atë mbrëmje, Agimi ndjehej i zbrazët, por gjithashtu i vendosur. Nëna e tij kishte besuar në të, dhe ai nuk do ta zhgënjente atë besim. Do të ndërtonte diçka që do të bënte të krenar, jo vetëm nënën, por të gjithë ata që kishin luftuar, që kishin sakrifikuar, që kishin humbur. Ditët dhe javët që pasuan ishin të mbushura me punë. Kompania e Agimit filloi të rritet. Ai punësoi 2 persona, një asistente dhe një këshilltar tjetër. Së bashku, ata filluan të punonin me më shumë biznese, të organizonin trajnime, të ofronin workshope falas për sipërmarrësit e rinj.
Duam të ndërtojmë një ekosistem ku bizneset e vogla të mund të lullëzojnë, u tha Agimi e ekipit të tij. Nuk bëjmë këtë vetëm për para, e bëjmë për të ndryshuar jetën e njerëzve. Një nga projektet e para të mëdha ishte me një grua të re me emrin Drita. Ajo kishte një biznes të vogël qepjeje në shtëpi, por po luftonte për ta zgjeruar. Agimi e ndihmoi të hartojë një plan, të gjejë furnizues më të mirë, të krijojë një prezencë online. Pas 6 muajsh, Drita kishte hapur një dyqan të vogël dhe kishte punësuar 3 gra të tjera. Ju më keni ndryshuar jetën, i tha ajo Agimit një ditë, me lot në sy. Tani, unë mund t'i ushqej fëmijët e mi, mund të ndëroj për të ardhmen. Ishin momente si këto që e bënin Agimin të kuptonte se ishte në rrugën e duhur. Por suksesi nuk erdhi pa sfida. Kishte konkurrent që nuk e shihnin me sy të mirë, kompani të mëdha konsulence që mendonin se Agimi po merrte biznesin e tyre. Kishte skeptik që mendonin se ai ishte thjesht dikush që kishte ardhur nga jashtë për të përfituar. Kishte madje disa që e akuzonin se ishte harruar rrënjët e tij, se kishte u perëndimorizuar shumë. Ti nuk e kupton Kosovën më, i tha një biznesmen lokal gjatë një takimi. Ke jetuar në Gjermani për shumë kohë, nuk e di si funksionojnë gjërat këtu. Agimi nuk u zemërua. Në vend kësaj u përgjigj me qetësi. Ju keni të drejtë që kam jetuar jashtë për shumë kohë, por kjo më ka mësuar gjëra që mund t'i sjell këtu. Dhe mos harroni, unë jam nga këtu. Kjo është shtëpia ime. E di dhimbjen e këtij vendi, sepse e kam jetuar vetë. Me kalimin e kohës, edhe skeptikët filluan ta respektonin. Kompania vazhdoi të rritet. Pas një viti, Agimi kishte 10 punonjës. Pas 2 vitesh, kishte hapur një zyrë të dytë në Prizren. Pas 3 vitesh, po punonte me qindra biznese në të gjithë Kosovën. Por asgjë nuk ishte e lehtë. Kishte ditë kur Agimi punonte 16 orë, kur nuk flinte më shumë se 4 orë, kur ndihej si po dështonte. Kishte klient që nuk paguanin, projekte që nuk shkonin sipas planit, momente kur mendonte se ndoshta kishte bërë një gabim duke u kthyer. Por çdo herë që mendonte të hiqte dorë, kujtonte babain e tij që punonte në fabrikë, nënën e tij që kishte pritur dhe shpresuar, të gjithë ata njerëz që kishin humbur gjithçka, por nuk kishin dalur kurrë së luftuari. Një mbrëmje, ndërsa ulur në zyrë vonë në natë, telefoni i tij ra. Ishte babai. Agim, si je? Mirë baba, po punoj. Gjithmonë po punon. Duhet pushosh edhe ti. Do të pushoj kur të kem kohë. Si je ti? Mirë, dyqani shkon mirë, por Agim, kam një lajm. Zemra e Agimit u ndalua për një moment. Toni i babait ishte i pazakont. Çfarë lajmi? Jam i sëmur. Doktorët thonë se është zemra. Asgjë serioze, por duhet të jemi kujdesshëm. Agimi ndjeu një ftohtësi që e përshkoi. Baba, duhet të vish këtu, ose unë do të vi atje. Nuk mund të jesh vetëm. Jo, unë jam mirë. Dyqani duhet që dikush ta drejtoj, dhe ti ke punën tënde atje. Mos u shqetëso. Por Agimi u shqetësua. Muharemi ishte gjithçka që i kishte mbetur nga familja e tij. Mendimi se mund ta humbaste edhe atë ishte i padurueshëm. Ai fluturoi në Gjermani javën tjetër. Kur e sha babain u trondit nga sa i dobët dukej. Muharemi kishte humbur pesh, fytyra e tij ishte e zabërt dhe lëvizte me mundim. Baba, duhet kujdesesh për veten. Po kujdesem, por tani dua të shoh se çfarë ke ndërtuar ti. Trego më për biznesin. Agimi kaloi ditët e ardhshme duke qëndruar me babain, duke e kujdesur, duke polur. Ai ja tregoi për kompaninë, për klientët, për projektet. Muharemi dëgjoi me krenari të madhe. Ti ke bërë atë që unë vetë të më ndërova, ke kthyer dhimbjen në diçka të bukur. Kam mësuar nga ti. Para se të largohej, Muharemi e mori dorën e Agimit. Agim, dua që të dish diçka. Çfarëdo që të ndodh, unë jam i lumtur. Jeta ime kishte kuptim sepse të kam ty. Ti je fryti i të gjitha sakrificave tona. Agimi e përqafoi fort, duke përpjekur të mos qante. Të dua baba, edhe unë të dua biri im. Kur u kthye në Kosovë, Agimi vendosi të punoj edhe më shumë. Nëse babai i tij nuk kishte shumë kohë të mbetur, ai donte ta gënte krenar sa më shumë të mund të ishte e mundur. Vitet vijuese ishin vite rritje të shpejtë. Kompania e Agimit u bë një nga më të respektuarat në Kosovë. Ai filloi të punonte edhe me organizata ndërkombëtare, duke ndihmuar në projekte të mëdha zhvillimi. Ai foli në konferenca, u intervistua në media, u bë një figurë e njohur në skenën e biznesit. Por me suksesin erdhi edhe largimi. Agimi jetonte në një apartament të madh në qendër të Prishtinës. Udhëtonte me makina të shtrenjta, vishte kostume të shkëlqyera.
Ai ishte i njohur, i respektuar, i pasur, por ndonjëherë kur shikonte në pasqyrë, nuk e njihte veten. Kush ishte ai? Ishte ende djalë që kishte ikur si refugjat, apo ishte dikush tjetër? Dikush që kishte humbur pjesë të vetës në procesin e të bëhurit të suksesshëm. 5 vite pas kthimit të tij në Kosovë, Agimi ishte në kulmin e karrierës së tij. Kompania e tij tani kishte mbi 50 punonjës, zyra në 3 qytete dhe po zgjerohej në Shqipëri dhe Maqedoni. Ai kishte fituar çmime për kontributin e tij në zhvillimin ekonomik, kishte qenë në balina të revistave, kishte folur në universitete. Por me të gjithë këtë sukses, diçka ende i mungonte. Ndjehej i shkëputur nga rrënjët e tij, nga njerëzit e thjesht që kishte njohur, nga djali që kishte qenë dikur. Një ditë, ndërsa ecte nëpër rrugët e Prishtinës, ai ndaloi pranë një kafeneje të vjetër. Ishte një kafeneje që ai e mbante mend nga fëmijëria, ku ati e kishte quar ndonjëherë para luftës. Tani ishte rinovuar, por struktura bazë ishte e njëjtë. Ai hyri dhe u ul në një tavolinë. Kamarierja erdhi, një vajzë e re, rreth 20 vjeçe. "Çfarë dëshironi?" "Një kafe turke, të lutem." Ajo shkoi për ta sjellë porosin. Agimi shikoi përreth. Ka disa burra të moshuar që po luanin shah në një qoshe, disa të rinj që po flisnin dhe qeshin, një grua me fëmijën e saj që po hanin akullore. Kur kafja erdhi, ai e piu ngadalë, duke shijuar shijen e njohur. "Kafja është e mirë?" pyeti kamarierja kur u kthye për të pastruar një tavolinë ngjitur. "Shumë e mirë, faleminderit. Nuk jeni nga këtu apo jo? Duket nga aksenti." Agimi buzëqeshi me hidhrim. "Jam nga këtu, thjesht kam jetuar jashtë për shumë kohë." "Ah, kuptoj. Mirë se kthevet atëherë." Asaj nuk e njihte, askush në atë kafene nuk e njihte. Për të gjithë, ai ishte thjesht një klient tjetër, dikush me kostum të shtrenjtë dhe çantë lëkure, dikush që duket se kishte para. Por asnjëri prej tyre nuk e dinte historinë e tij. Asnjëri nuk e dinte se ky njeri që po pinte kafe ishte dikur një djalë i friksuar që ikur si refugjat, që kishte fjetur në tenda, që kishte punuar në punë të vështira vetëm për të mbijetuar. Kjo realizim e goditi Agimin me forcë. Ai ishte kthyer në vendlindje, por në një kuptim ai ende ishte i huaj. Askush nuk e njihte më. Ai ndryshoi aq shumë sa njerëzit që e kishin njohur si fëmijë nuk do ta njihnin dot tani. Ai pagoi dhe u largua nga kafeneja, duke ecur nëpër rrugët që dikur i njihte aq mirë. Shkoi në lagjen ku kishte jetuar para luftës. Shtëpitë kishin ndryshuar, shumë prej tyre ishin shembur dhe rindërtuar. Fëmijët që luanin në rrugë nuk ishin ata me të cilët ai kishte luajtur. Ata ishin rritur, kishin vazhduar jetët e tyre dhe kush e di ku ishin tani. Ai ndaloi pranë një shkolle, shkolla fillore ku kishte shkuar. Oborri ishte i mbushur me fëmijë që po luanin gjatë pushimit. Agimi i shikoi dhe pa veten, një djalë i vogël me flokë të zinj dhe sy plot shpresë, një djalë që nuk e dinte se çfarë do t'i priste. "A jeni mirë?" e ndarpreu një zë nga mendimet. Ishte një mësuese që po e shikonte me shqetësim. "Po, jam mirë. Thjesht po kujtoja. Keni qenë student këtu?" "Po, shumë kohë më parë." Mësuesja buzëqeshi. "Shkolla ka ndryshuar shumë, por shpirti i saj është i njëjtë. Ende po përpiqemi të formojmë të ardhmen e këtij vendi." Agimi u prek nga fjalët e saj. Të ardhmen. Ai ishte pjesë e asaj të ardhmeje tani, por në një mënyrë që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Atë mbrëmje, Agimi u kthye në zyrë dhe hapi kompjuterin. Filloi të shkruante, diçka që nuk e kishte bërë prej kohësh. Nuk ishte një raport biznesi, nuk ishte një plan strategjik, ishte një letër për veten e tij, për djalin që kishte qenë, për burrin që ishte bërë. Agimi i ri. "Nëse mund të më shikonte tani, nuk do të më njihje. Fytyra ime ka ndryshuar, veshja ime ka ndryshuar, jeta ime ka ndryshuar. Por në thellësi të hemrit tim, unë ende jam ai djalë që e ku me frikë një natë të ftoftë vjeshte. Jam ende ai djalë që fjet në tenda dhe ndërronte për shtëpi. Jam ende ai djalë që betoi se një ditë do të kthehej dhe do të ndërtonte diçka që do të bënte krenar ata që sakrifikuan." Ai vazhdoi të shkruante për orë, duke derdhur të gjitha emocionet, të gjitha mendimet që i kishte mbajtur brenda prej vitesh. Kur mbaroi, lexoi atë që kishte shkruar dhe ndjeu një peshë që ngrihej nga krahët e tij. Ai e dinte tani se çfarë duhej të bënte. Muajt e ardhshëm,
Agimi filloi të ndryshonte drejtimin e kompanisë së tij. Nuk ishte se po largohej nga biznesi, por po e riorientonte atë drejt diçkaje më të thellë, më kuptimplot. Ai lançoi një iniciativë të re, një program që ofronte trajnim dhe mbështetje krejtësisht falas për biznese të vogla në zonat rurale të Kosovës, aty ku njerëzit kishin më pak akses në burime, ku jeta ishte ende shumë e vështirë. Duam të shkojmë atje ku të tjerët nuk shkojnë, u tha ekipit të tij. Duam të ndihmojmë ata që kanë më shumë nevojë. Programi filloi në një fshat të vogël në jug të Kosovës. Agimi dhe ekipi i tij udhëtuan atje dhe organizuan një workshop 3 ditor për sipërmarrësit lokal. Erdhën fermer, zejtar, gra që po përpiqeshin të fillonin biznese të vogla nga shtëpia. Në fillim ata ishin skeptik. Pse doni të na ndihmoni? Pyeti një fermer i moshuar. Çfarë keni ju nga kjo? Agimi qëndroi në këmbë dhe foli nga zemra. Unë jam nga një fshat si ky. Familja ime humbi gjithçka gjatë luftës. Ne ikëm si refugjat dhe jetuam në kamp për muaj. Babai im punoi punë të rënda për të na mbajtur gjallë. Dhe unë kam qenë në vendin tuaj. E di se çfarë do të thotë të mos kesh mundësi, të mos kesh mbështetje. Prandaj jam këtu, jo për të fituar para, por për të kthyer diçka nga ajo që më është dhënë. Dhoma ishte e heshtur. Pastaj fermeri u ngrit dhe e përqafoi Agimin. Faleminderit, tha thjesht. Programi ishte një sukses i madh. Brënda 6 muajve, ata kishin punuar me 15 fshatra, kishin trajnuar qindra njerëz, kishin ndihmuar 10 biznese të fillojnë ose të zgjerohen. Por më e rëndësishmja, Agimi filloi të ndjehej përsëri i lidhur me rrënjët e tij. Duke punuar me njerëz të thjesht, duke dëgjuar historitë e tyre, duke parë luftimet e tyre, ai kujtonte se nga kishte ardhur dhe pse e kishte bërë të gjitha këto. Një ditë, ndërsa ishte në një fshat, ai takoi një grua me emrin Hana. Ajo jetonte vetëm me 2 fëmijët e saj, pasi burri i saj kishte vdekur disa vite më parë. Ajo po përpiqej të mbijetonte duke bërë qilima të thurura me dorë, por nuk kishte mënyrë të shiste ato jashtë fshatit. Agimi e ndihmoi të krijojë një profil online, të kontaktojë dyqane që mund të interesojnë, të përmirësojë cilësinë e produktit. Pas disa muajsh, Hana po merrte porosi nga e gjithë Kosova, madje edhe nga jashtë. Ju më keni shpëtuar jetën, i tha ajo Agimit një ditë, duke qare. Tani, fëmijët e mi mund të shkojnë në shkollë, mund të ushqehen, kam shpresë për të ardhmen. Agimi e përqafoi. Ju keni shpëtuar veten, unë vetëm ju kam ndihmuar të gjeni rrugën. Historitë si ajo e Hanës filluan të shpërndaheshin. Media filloi të shkruante për punën e Agimit. Ai u intervistua në televizion, në gazeta, në radio, por tani ai nuk fliste vetëm për biznesin, fliste për njerëzit, për historitë, për shpresën. Në një intervistë, gazetari e pyeti: "Ju jeni një nga sipërmarrësit më të suksesshëm në Kosovë. Çfarë ju motivon?" Agimi mendoi për një moment. Nuk është suksesi financiar që më motivon, është ndjesia se po ndryshoj jetën e dikujt. Është shikimi në sytë e një nëne kur ajo kupton se tani mund të ushqejë fëmijët e saj. Është buzëqeshja e një fermeri kur ai sheh se biznesi i tij po rritet. Këto gjëra nuk kanë çmim. Përgjigjja e tij u bë virale. Njerëzit e ndanë, komentuan, folën për të. Agimi u bë më shumë se një biznesmen, u bë një simbol i shpresës, i kthimit, i ndërtimit nga e fara. Por me famën erdhi edhe presioni. Shumë njerëz filluan ta shohin si një hero, si dikush që kishte të gjitha përgjigjet, por Agimi e dinte se nuk ishte hero. Ai ishte thjesht një njeri që kishte fat dhe që donte të ndante atë fat me të tjerët. Një natë, pasi një ditë veçanërisht e vështirë, ku kishte pasur matakime pas matakimesh, Agimi u sol në balkonin e apartamentit të tij dhe shikoi qytetin poshtë. Dritat e Prishtinës shkëlqynin si yje në tokë. Ai mendoi për të gjithë udhëtimin, nga nata kur ishte ikur, frika dhe dhimbja, vitet në kamp dhe në Gjermani, luftimet dhe viktimat, dhe në fund, kthimin dhe ndërtimin. A ka vletur të gjithë kjo? E pyeti veten, dhe pastaj ju përgjigj vetes. Jo, çdo moment ka qenë i vështirë, por ka qenë i vlerë, sepse tani unë jam këtu. Tani unë po bëj diferencë. Në vitin e 6 të kthimit të tij, ndodhi diçka që Agimi nuk e kishte pritur. Qeveria e Kosovës lançoi një iniciativë për të nderuar individ që kishin kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme në zhvillimin e vendit. Emri Agimit ishte në listë. Nuk e di nëse dua të pranoj këtë, i tha asistentes së tij Albanës, një vajzë zgjuar dhe e përdëkueshme që kishte qenë me të nga viti i 2 i kompanisë. Pse jo? E meritoni, tha ajo. Sepse nuk e kam bërë këtë për nderime, e kam bërë pasi ishte e drejta që duhej të bëhej.
por duke pranuar ju po tregoni të tjerëve se puna e mirë vlerësohet, po frymëzoni të rinj të bëjnë të njëjtën gjë. Agimi e mendoi dhe u bind. Ai pranoi nderin. Ceremonia u mbajt në një sallë të madhe në Prishtinë, plot me njerëz, zyrtar qeveritar, sipërmarrës, njerëz të zakonshëm që kishin ardhur për ta parë. Kur emri i Agimit u thirr, ai u ngrit dhe shkoi në skenë. Presidenti dorëzoi një çmim dhe e ftuai ta mbajë një fjalim. Agimi qëndroi përpara mikrofonit dhe shikoi sallën. Aty ishin qindra njerëz, të gjithë duke e shikuar, por ai nuk pa fytyrat e tyre. Pa fytyrën e babait të tij që nuk ishte atje sepse shëndeti i tij nuk e lejonte të udhëtonte. Pa fytyrën e nënës së tij që kishte vdekur pa e parë këtë moment. Pa fytyrën e atij djalit të vogël që kishte ikur me frikë, që nuk e dinte se si do të mbijetonte. Filloi të flas, zëri i tij i qetë por i sigurt. Faleminderit për këtë nderim, por dua të jemi sinqert. Unë nuk e meritoj vet. Këtë nderim e meritojnë të gjithë ata që kanë humbur diçka gjatë luftës. E meritojnë prindrit që sakrifikuan gjithçka për fëmijët e tyre. E meritojnë refugjatët që nuk e humbën shpresën kurrë. E meritojnë të gjithë ata që vazhdojnë të luftojnë çdo ditë për një jetë më të mirë. Dhoma mbeti e heshtur. Unë jam thjesht një prej tyre. Kam pasur fatin që kam gjetur mundësi, që kam pasur njerëz që më kanë ndihmuar, që kam pasur forcën të vazhdoj. Por kam mira të tjerë që nuk e kanë pasur atë fat, dhe për ta unë do të vazhdoj të punoj. Për ta unë do të vazhdoj të ndërtoj. Kur mbaroi, salla shpërtheu në duartrokitje. Njerëzit qëndruan në këmbë, disa kishin lot në sy. Pas ceremonisë, shumë njerëz erdhën për ta përshëndetur. Disa i thanë se ishin frymëzuar nga historia e tij. Të tjerët i thanë se donin të punojnë me të kontribojnë në punën e tij. Por personi që e preku më shumë ishte një burr i moshuar që ju afrua në fund. Agim, më nje? Pyeti. Ai. Agimi e shikoi me vëmendje. Fytyra e tij duke i njohur, por nuk mund ta vendoste. Më falni, por jam Ramizi, mësuesi yt nga shkolla fillore. Kujto? Agimi e kujton menjëherë. Ramiz Hoxha, mësuesi i matematikës, që gjithmonë kishte qenë i rrept por i drejtë, që kishte besuar në të edhe kur të tjerët nuk e banin. Zoti Ramiz, nuk besoj. Ata u përqafuan. Jam kaq krenar për ty, Agim. Kur të pash atje në skenë, mbajta mend atë djalin e vogël që ulur në klasën time, një djalë i zgjuar, i jetur për të mësuar, plot me ëndra. Dhe tani, shoh se ato ëndra janë realizuar. Ju më keni ndihmuar të besoj në vete, tha Agimi. Ato orë pas shkolle, kur më ndihmonit me matematikën, kur më thoshit se mund të bëja gjithçka nëse punos ashtu. Ato fjalë më mbeten me mua gjatë gjithë jetës. Ramizi buzëqeshi, sytë e tij të mbushur me lot. Kjo është shpërblimi më i madh për një mësues, të shoh se studenti i tij ka arritur jo vetëm sukses, por ka mbetur edhe i mirë në zemër. Ata folën për një kohë të gjatë, duke kujtuar të vjetrat, duke ndarë histori. Ishte një moment që Agimi e vlerësoi thellësisht, një lidhje me të kaluarën, me atë që kishte qenë. Jeta e Agimit vazhdoi të jetë ngarkuar, por tani ai kishte gjetur një ekuilibër. Ai nuk ishte thjesht një biznesmen, ishte një ndërtues komuniteti, një frymëzues, një udhëheqës. Kompania vazhdoi të rritej, por Agimi filloi të delegonte më shumë. Ai punsoi një drejtor ekzekutiv për të menaxhuar operacionet e përditshme, ndërsa ai përqendroi në iniciativat sociale dhe strategjinë afatgjatë. Një nga projektet e reja ishte krijimi një fondacioni, Fondacioni Krasnici për Zhvillim, që ofronte grante dhe bursa për të rinj nga familje të varfra që donin të studionin ose të fillonin biznese. Dua që të rinjtë sotëm no të kenë vështirësitë që unë pata, shpjegoi ai në lançimin e fondacionit. Dua që ata të kenë mundësi që unë nuk i pata. Fondacioni u bë shpejt një nga më të aktivet në Kosovë. 10 të rinj morën bursa për të studiuar brenda dhe jashtë vendit. 10 të tjerë morën grante për të filluar biznese të vogla. Agimi makonte personalisht çdo fitues të bursës, duke ju dhënë këshilla, duke ju ofruar mentorim. Bota është para jush, por mos harroni kurrë nga keni ardhur. Mos harroni familjet tuaja, vendin tuaj, ata që kanë bërë që ju të jeni këtu. Një nga fituesit e parë të bursës ishte një vajzë me emrin Leonora. Ajo ishte nga një fshat i largët, vajza e një fermeri që ëndërronte të bëhej mjeke. Familja e saj nuk ishte para për ta dërguar në universitet, por ajo kishte nota të shkëlqyera. Bursa e Fondacionit Krasnici i dha mundësi që të shkonte në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Pas 5 vitesh, kur Leonora diplomoi, erdhi në zyrën e Agimit për ta falenderuar personalisht. Pa ju, unë nuk do t'isha këtu,
tha ajo, duke mbajtur diplomën në dorë. Ju më keni dhënë jetën që ëndërroja. Jo, tha Agimi, ju e keni fituar vetë, bursa ishte vetëm një mjet, puna e vështirë, vendosmëria, sakrifica, të gjitha ishin tuaja. Por pa atë mjet, unë nuk do të kisha mundur të filloja, dhe për këtë do t'ju jem mirënjohëse përgjithmonë. Ajo tani po punonte si mjeke në një spital në një zonë rurale, duke ndihmuar ata që kishin më shumë nevojë. Historisë si ajo e Leonorës ishin ajo që e mbante Agimin duke shkuar. Ai e dinte se çdo person që ndihmonte ishte një jetë e ndryshuar, një familje e ngritur, një ardhme e ndërtuar. Por ende kishte momente kur ndjehej i vetmuar. Suksesi, famja, respekti, të gjitha ishin të bukura, por nuk mund të zëvendësonin lidhjet njerëzore të vërteta. Agimi nuk ishte krijuar një familje të vetën. Kishte pasur disa marrëdhënie, por asnjëra nuk kishte funksionuar. Ai ishte aq i përthirr në punë, aq i fokusuar në misionin e tij, sa nuk kishte dhënë vëmendjen e duhur jetës personale. Një mbrëmje, ndërsa ishte në një darkë bamirësie, ai takoi një grua me emrin Sara. Ajo ishte një arkitekte që po punonte në projektin e rindërtimit të një shkolle në një zonë të largët. Ata filluan të flasin, dhe Agimi u godit nga inteligjenca, pasioni dhe zemra e saj. Duam të bëjmë shumë gjëra të njëjta, tha Sara, të ndërtojmë, të ndihmojmë, të lëmë një gjurmë pozitive. Ata filluan të shihnin më shpesh. Sara e kuptonte jetën e Agimit në një mënyrë që të tjerët nuk e bënin. Ajo vetë kishte një histori. Babai i saj kishte vdekur gjatë luftës dhe nëna e saj kishte punuar 3 punë për të arritur atë dhe vëllain. Ne jemi produkte e luftës, i tha Sara një ditë, por ne nuk duhet të jemi robë të saj. Duhet ta përdorim atë dhimbje për të ndërtuar diçka më të mirë. Agimi u dashurua me të, jo vetëm me bukurinë e saj, por me shpirtin e saj, me forcën e saj, me vizionin e saj. Pas një viti, ata u martuan në një ceremoni të thjeshtë, të frekuentuar nga familjarë të afërt dhe miq. Babai i Agimit erdhi nga Gjermania. Ishte hera e parë që ai vinte në Kosovë që nga largimi. Ai u emocionua kur pa se çfarë kishte ndërtuar djali i tij. Nëna jote do të ishte kaq krenare, i tha Muharemi, duke përqafuar Agimin. Ajo e dinte që ti do të bëhesh dikush i madh. Martesa me Sarën solli një dimension të ri në jetën e Agimit. Ajo nuk ishte vetëm partnere romantike, por edhe bashkëpunëtore në mision. Ata filluan të punojnë së bashku në projekte, duke kombinuar ekspertizën e saj në arkitekturë me vizionin e tij në zhvillim ekonomik. Së bashku, ata projektuan dhe ndërtuan një qendër komunitare në një fshat të largët, një vend ku fëmijët mund të merrnin mësim pas shkolle, ku gratë mund të mësonin zanate, ku burrat mund të merrnin trajnime për punë. Kjo është ajo që duhet për këtë vend, tha Sara në ditën e hapjes së qendrës. Jo vetëm para, por hapësira ku njerëzit mund të mësojnë, të rriten, të ndërtojnë. Qendra u bë një sukses i madh. Brenda një viti, qindra njerëz e kishin përdorur. Fëmijët po përmirësonin notat në shkollë, gratë po fillonin biznese të vogla, burrat po gjenin punë. Agimi dhe Sara vendosën të ndërtonin më shumë qendra si kjo, një në çdo rajon të Kosovës. 10 vite pas kthimit të tij si refugjat, ai ishte bërë një nga figurat më të njohura dhe më të respektuara në Kosovë. Por edhe me të gjithë suksesin, ai nuk ishte harruar kurrë nga kishte ardhur. Çdo vit, në përvetorin e largimit të tij si refugjat, ai vizitonte varrin e nënës. Çdo herë ulej dhe i tregonte asaj për jetën e tij, për atë që kishte arritur, për njerëzit që kishte ndihmuar. Shpresoj që je krenare për mua, nën, thoshte gjithmonë. Një vit, kur shkoi në Varrezë, gjeti diçka të papritur. Pranë varrit të nënës së tij kishte lule të freskëta. Dikush tjetër kishte qenë atje kohët e fundit. Ai pyeti ruajtërin e Varrezave: "A e dini kush ka lënë këto lule?" "Një grua e moshuar, vjen çdo javë, thotë se Fatmirja ka qenë shoqja më e mirë e saj." Agimi u godit nga kjo. Dikush ende e kujtonte nënën e tij, ende e ndante atë dashuri. Ai vendosi të kthehej javën tjetër në të njëjtën kohë për të takuar këtë grua. Kur arriti, pa një grua të moshuar, me përparësi të bardha dhe duar të rrudhuara që ulte lule në varr dhe falej në heshtje. "Mirdita," tha Agimi butësisht, për të mos e friksuar. Gruaja u kthye. "Mirdita, më falni, a ju kam penguar?" Jo, unë jam djali i Fatmirjes." Sytë e gruas u hapën në gjerë. Agimi? Ti je Agimi? Po. Ajo filloi të qaj dhe e përqafoi. O Zot, Fatmirja fliste për ty gjithë kohën. Çdo ditë thoshte, djali im do të kthehet një ditë, djali im do të bëhet dikush i madh. Ajo kurrë nuk e humbi shpresën.
Agimi gjithashtu qau. Ju jeni... Jam Nazmia, ne jetuam në të njëjtën lagje, ishim shoqe që nga fëmijëria. Ata ulën pranë varrit dhe folën për orë. Nazmia i tregoi histori për nënën e tij, se si ajo kishte qenë e fortë edhe në vështirësitë më të mëdha, se si ajo kishte ndihmuar të tjerët edhe kur vetë nuk kishte asgjë, se si ajo kishte ruajtur dinjitetin dhe shpresën deri në fund. Ajo ishte gruaja më e fortë që kam njohur, tha Nazmia. Dhe tani duke parë ty, e kuptoj se ku e kishte marrë atë forcë. E kishte marrë nga dashuria për ty. Ato fjalë prekën Agimin thellë. Ai realizoi se çdo gjë që kishte bërë, çdo sakrificë që kishte bërë, çdo luftë që kishte fituar, të gjitha ishin të lidhura me dashurinë e nënës së tij, me besimin e saj në të. Pas atij takimi, Agimi filloi të vizitonte Nazmien rregullisht. Ajo u bë si një nënë e dytë për të, dikush që e lidhte me të kaluarën, që e mbante të rrënjosur. Një ditë, Nazmia ju sëmurë rënd. Agimi shkoi ta vizitoi në spital. Ajo ishte e dobët, por ende buzëqeshte. Agim, kam një kërkesë. Çfarëdo gjë? Kur të vdes, dua të varrosem pranë Fatmires. Kështu ne do të jemi përsëri së bashku. Do të siguroj që të bëhet, premtoi Agimi. Nazmia vdiq 2 javë më vonë. Agimi organizoi një funeral të bukur dhe siguroi që ajo të varrosej pranë nënës së tij, ashtu siç kishte kërkuar. Në funeral shumë njerëz erdhën, njerëz që Nazmia kishte ndihmuar gjatë jetës së saj, familjar, miq. Agimi foli në funeral, duke ndarë se sa shumë kishte domethënë Nazmia për të, dhe se si ajo e kishte lidhur me nënën e tij edhe pasi ajo kishte vdekur. Ka njerëz që lënë gjurmë në jetët tona, tha ai. Nazmia ishte një prej tyre. Ajo më mësoi se dashuria nuk vdes kurrë, se lidhjet e vërteta mbijetojnë edhe përtej jetës. Pas atij takimi, Agimi qëndroi pranë varrezave, duke shikuar 2 varre pranë njëri tjetrit, nëna e tij dhe shoqja e më e mirë e saj, tani së bashku përsëri. Jeta vazhdoi dhe me të projektet dhe ëndrat e Agimit. Ai dhe Sara patën një djalë, që e quajtën Muharemi, sipas babait të Agimit. Babai i Agimit u emocionua kur dëgjoi lajmin. Emri im do të vazhdoj, tha ai, duke qarë nga lumturia. Lindja e djalit solli një ndjenjë të re përgjegjësie për Agimin. Tani ai nuk po ndërtonte vetëm për të tashmen, por edhe për të ardhmen e birit të tij. Donte që Muharemi i vogël të rritet në një vend më të mirë, ku mundësitë ishin të barabarta për të gjithë, ku e kaluara e dhimbshme kishte dhënë mësime, por nuk e përcaktonte të ardhmen. Dua që djali im të di historinë tonë, i tha Sarës një mbrëmje, ndërsa po shihnin Muharemin e vogël të fjetur. Do t'ja tregojmë, tha Agimi. Kur të jetë gati, do t'ja tregojmë gjithçka. Vitet kaluan, dhe Muharemi u rrit në një djalë të zgjuar, kurioz, plot me energji. Agimi kalonte sa më shumë kohë që mundej me të, duke e quar në zyrë ndonjëherë, duke ja treguar se çfarë bënte. Baba, pse punon kaq shumë? E pyeti Muharemi një ditë kur ishte rreth 8 vjeç. Sepse dua të ndihmoj njerëzit birë. Dua që ata të kenë një jetë më të mirë. Po pse? Sepse dikur ne kishim nevojë për ndihmë dhe njerëzit na ndihmuan. Tani është radha jonë të ndihmojmë të tjerët. Muharemi e mendoi për një moment. Kur të rritem, dua të bëj të njëjtën gjë si ti. Agimi e përqafoi. Dhe unë do të ndihmoj ta bësh. Por ndërsa jeta familjare lulëzonte, Agimi mori një lajm që e tronditi thellë. Babai i tij, Muharemi, ishte sëmurë rënd. Zemra e tij, që kishte punuar aq shumë gjatë gjithë jetës, po dobësonte. Agimi fluturoi menjëherë në Gjermani. Kur arriti në spital dhe e pa babain, zemra e tij u thye. Baba, jam këtu. Muharemi hapi ojtë dhe buzëqeshi dobët. Agim, djali im. Pushim, baba. Duhet pushosh. Jo, duhet flas. Ka gjëra që duhet të them. Agimi e mori dorën e babait, duke ndjerë sa e ftohtë ishte. Jam kaq krenar për ty, tha Muharemi me zë të dobët. Ke bërë më shumë se sa mund të imagjinoja ndonjëherë. Ke marrë dhimbën tonë dhe ke kthyer në diçka të bukur. Ti më ke mësuar gjithçka, baba. Pa ty, unë nuk do t'isha asgjë. Jo, ti ke qenë gjithmonë i fortë. Ti ke pasur diçka të veçantë brenda. Unë thjesht kam ndihmuar ta gjesh. Ata qëndruan kështu për një kohë të gjatë, duke mbajtur duar, duke ndarë heshtje që fliste më shumë se fjalët. Agim, kujdesu për familjen tënde, kujdesu për vendin ton, dhe mos harro kurrë nga ke ardhur. Nuk do të harroj kurrë, baba.
premtoi. Muharemi mbyll syt përsëri, një buzëqeshje e vogël në fytyrë. Ai vdiq 2 ditë më vonë, në qetësi, me Agimin pranë tij. Funerali u mbajt në Gjermani, por Agimi vendosi që babai të varrosej në Kosovë, pranë nënës së tij. Ishte ajo që ai do të kishte dashur, të ishte përsëri me gruan që kishte dashur, në vendin që kishte dashur. Kur arkivoli arriti në Kosovë, qindra njerëz erdhën për të dhënë lam të mirë. Njerëz që Muharemi kishte ndihmuar përmes dyqanit të vogël, njerëz që e kishin njohur si një njeri të mirë dhe bujar, njerëz që e respektonin për sakrificën që kishte bërë. Në funeral, Agimi foli me një zë të thyer por të fortë. Babai im ishte njeriu më i fortë që kam njohur. Ai humbi gjithçka por nuk humbi kur dinjitetin. Ai punoi me duart veta për të na dhënë një jetë më të mirë. Ai sakrifikoi gjithçka për mua. Dhe tani, unë qëndroj këtu si prova e saj sakrifice. Çdo gjë që kam arritur, çdo gjë që kam ndërtuar, është për shkak të tij. Pas funeralit, ndërsa njerëzit po largoheshin, një njeri i moshuar ju afrua Agimit. Unë jam Ahmeti, tha ai. Kam jetuar në të njëjtën lagje me familjen tënde përpara luftës. Agimi shikoi me vëmendje. Fytyra e tij dukej vagulisht e njohur. Po, mendoj që ju kujtoj. Doja të them diçka. Natën kur ju ikët, babai yt erdhi te shtëpia ime. Kishte harruar diçka që donte ta merrte, një album fotografish të familjes. Më kërkoi të hyja në shtëpinë tuaj dhe ta merrja. E bëra dhe ja dhash atij që ta riste. Ai më tha, këto janë vetmja gjë që dua të mbaj nga jeta jone e vjetër. Agimi nuk e kishte ditur këtë histori kurrë. Ku është ai album tani? Babai yt ma la mua për ruajtje. Tha që nëse ndonjëherë do ktheheshit, doja t'ju a jepja. E kam ruajtur gjithë këto vite. Ahmeti nxori një album të vjetër, të konsumuar, me lëkurë të qarë. E dha te Agimi. Agimi e hapi me duar të dridhura. Brenda ishin fotografi të familjes së tij, fotografi të familjarisë së tij, fotografi të jetës përpara luftës. Ishte një thezar i pëçmueshëm, një lidhje me të kaluarën që ai mendonte se e kishte humbur për gjithmonë. Faleminderit, tha Agimi, duke qarë. Faleminderit që e keni ruajtur. Ishte premtimi im për babain tënd, dhe tani e kam përmbushur. Atë natë Agimi ul me Sarën dhe Muharemin e vogël dhe e hapën albumin. Ata shikuan fotografi dhe Agimi tregoi histori për çdo njërin. Kjo është gjyshja juaj, tha ai duke treguar një fotografi të nënës së tij. Ajo ishte gruaja më e fortë që kam njohur, dhe ky është gjyshi juaj, që sapo e varrosëm. Ai ishte burri më i mirë që kam njohur. Muharemi i vogël shikoi fotografit me kujdes. Ata janë të bukur, baba. Po, ishin. Dhe çdo gjë që un jam është për shkak të tyre. Vitet që pasuan vdekjen e babait ishin vite reflektimi për Agimin. Ai vazhdoi me punën e tij, por tani kishte një ndjenjë edhe më të fortë urgjence. I dinte se jeta ishte e shkurtër, se koha nuk priste askënd. Ai vendosi të zgjerojë fondacionin, hapur degët në vende të tjera të Ballkanit, në Shqipëri, në Maqedoni, në Maltëzi. Misioni ishte i njëjtë, të ndihmonte të rinjt të gjejnë mundësi, të ndërtonin të ardhme, të ktheheshin dhe të kontribonin në komunitetet e tyre. Agimi filloi gjithashtu të shkruaj. Ai shkroi një libër, një memuar që tregonte historinë e tij, nga largimi si refugjat deri në kthim si biznesmen i suksesshëm. Libri u quhet Udhëtimi i kthimit dhe u bë bestseller në të gjithë rajonin. Njerëzit e lexuan dhe u frymëzuan. Shumë shkruan letra për Agimin, duke ndarë historitë e tyre, duke treguar se si libri i kishte prekur. Kam qarë duke e lexuar librin tuaj. Historia juaj më ka dhënë hop që edhe unë të kapërcej vështirësitë e mia. Agimi u përgjigj çdo letër personalisht. Ai donte që njerëzit të dinin se nuk ishin vetëm, se kishte dikush që i kuptonte. Libri gjithashtu solli vëmendje ndërkombëtare. Agimi u ftua për të folur në konferenca në Europë, në Amerikë, në vende të ndryshme të botës. Ai tregoi historinë e tij, por gjithmonë e lidhte me një mesazh më të gjerë. Refugjatët nuk janë vetëm statistika, thoshte ai. Janë njerëz me ëndra, me talente, me potencial. Nëse u japim mundësinë, ata mund të kontribuojnë në mënyra të jashtëzakonshme. Fjalët e tij rezonuan me shumë njerëz. Disa vende filluan të ndryshonin politikat e tyre ndaj refugjatëve, duke hapur më shumë mundësi për integrim dhe mbështetje. Por edhe pse puna e tij po prilita ndërkombëtare, zemra e Agimit mbeti në Kosovë. Ai vazhdoi të jetonte atje, të punonte atje, të ndërtonte atje. Një ditë, ndërsa ecte nëpër rrugët e Prishtinës, ndodhi diçka që e preki sell. Ai hyri në një kafene të vogël për të pirë një kafe, dhe në tavolinën ngjitur dëgjoi dy të rinj duke folur. Ke dëgjuar për Agim Krashniqin? Tha njëri. Po, sigurisht, ai është legjend. E di që ai erdhi këtu si refugjat, që nuk kishte asgjë, dhe tani shiko se çfarë ka ndërtuar?
Ai është prova që ëndrat mund të realizohen nëse punon për to. Agimi buzëqeshin heshtje. Ata nuk e njihnin. Nuk e dinin se njeriu për të cilin po flisnin ishte ulur vetëm disa metra larg. Dhe në atë moment, Agimi realizoi diçka të thellë. Ai kishte arritur atë që kishte ëndërruar. Nuk ishte më refugjati që u kthye. Ishte thjesht Agim, një njeri që kishte ndërtuar diçka që vlente. Kur doli nga kafeneja, ai ndjeu një lehtësim të çuditshëm. E kaluara e tij ende ishte pjesë e tij, por nuk e përcaktonte më. Ai ishte më shumë se historitë e tij, ishte krijuesi i së ardhmes së tij. Atë mbrëmje, kur u kthye në shtëpi, Sara e shikoi dhe tha: "Po mendohet për diçka të thellë, e shoh në sytë e tu." "Po mendoj se sa shumë ka ndryshuar gjithçka," tha Agimi. "Kur erdha këtu për herë të parë, pas kaq vitesh, ndjeva sikur nuk i përkisja. Tani ndjehem si në shtëpi." "Është sepse ke ndërtuar një shtëpi këtu, jo vetëm me mure, por me zemër." Ato fjale prekën Agimin. Sara kishte të drejtë. Ai kishte ndërtuar më shumë se biznese dhe projekte. Kishte ndërtuar lidhje, kishte krijuar komunitet, kishte gjetur vendin e tij në botë. Kohët e mëvonshme, Agimi filloi të mendonte për trashëgimin e tij. Çfarë do të linte pas? Çfarë do të kujtohej për të? Ai nuk donte që të kujtohej vetëm si një biznesmen i suksesshëm. Donte të kujtohej si dikush që kishte bërë diferencë, që kishte prekur jetë, që kishte dhënë shpresë. Kështu që filloi një projekt të fundit të madh, krijimin e një qendre arsimore që do të ofronte trajnime falas për sipërmarrësi, edukime për të rinj, mbështetje për familje në nevojë. Do të ishte një vend ku njerëzit mund të vinin për të mësuar, për të rriturit, për të ndërtuar. "Do ta quajmë Qendra Fatmire dhe Muharem," i tha Sara, "në nderim të prindërve tu." Agimi u emocionua nga ideja. "Do të jetë mënyra ime për t'i falenderuar për gjithçka që kanë bërë." Ndërtimi i qendrës mori 2 vite. Ishte një ndërtesë e madhe, moderne, e pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme: klasa, laborator kompjuterik, hapësira për punorti, një bibliotekë e madhe. Në ditën e hapjes, qindra njerëz erdhën. Kishte zyrtar qeveritar, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, biznesmen, por mbi të gjitha, kishte njerëz të thjeshtë, ata që do të përfitonin nga qendra, ata për të cilët ishte ndërtuar. Agimi qëndroi në podium dhe foli: "Kjo qendër nuk është vetëm një ndërtesë, është një simbol i asaj që mund të arrihet kur nuk heqim dorë kurrë, është një simbol i shpresës, i mundësisë, i ndërtimit nga e zero." Ai bëri një pauzë, zëri i tij duke u thyer pak. "E kam quajtur këtë qendër sipas prindërve të mi, Fatmire dhe Muharem. Ata humbën gjithçka, por nuk humbën kurrë besimin. Ata sakrifikuan gjithçka për mua. Dhe tani, nëpërmjet kësaj qendre, sakrifica e tyre do të vazhdoj të jetë, do të vazhdoj të ndihmoj njerëz, të ndryshoj jetë, të ndërtoj ardhme." Duart shpërthyen në duartugitje. Shumë njerëz kishin lot në sy. Pas ceremonisë, një grua e re ju afrua Agimit. "Faleminderit," tha thjesht. "Për çfarë?" pyeti Agimi. "Për shpresë. Unë jam një nën vetushtre me 3 fëmijë. Nuk kam shkollë të lartë, nuk kam aftësi të veçanta. Por tani me këtë qendër, unë mund të mësoj, mund të fitoj aftësi që do të më ndihmojnë të gjej punë, të ushqej fëmijët e mi. Ju më keni dhënë një shans." Agimi e paraqafoi. "Ju jeni arsyeja pse e kam ndërtuar këtë, dhe premtoj që ne do të jemi këtu për t'ju mbështetur në çdo hap." Qendra Fatmire dhe Muharem u bë shumë shpejt një nga institucionet më të rëndësishme në Kosovë. Çdo vit, mijëra njerëz kalonin nëpër dyert e saj, të rinj që kërkonin edukime, sipërmarrës që kërkonin trajnime, prindër që kërkonin mënyra për të përmirësuar jetën e tyre. Agimi kalonte shumë kohë në qendër, duke takuar njerëz, duke dëgjuar historitë e tyre, duke ofruar këshilla. Çdo histori e prekur, sepse në çdo histori ai shihte diçka nga e veta. Një nga studentët e parë ishte një djalë me emrin Arben. Ai ishte nga një familje shumë e varfër. Babai i tij kishte vdekur dhe nëna punonte si pastruese për të mbajtur familjen. Arben kishte braktisur shkollën e mesme për të punuar dhe për të ndihmuar nënën, por ëndronte të mësonte diçka që do t'i jepte një të ardhme më të mirë. Ai erdhi në qendër dhe u regjistrua në një kurs për teknologji informacioni. Agimi e takoi gjatë një vizite. "Pse zgjodhe këtë kurs?" e pyeti. "Sepse e ardhmes është në teknologji," tha Arbeni, "dhe unë dua të jem pjesë e asaj të ardhmeje." Agimi u godit nga përcaktimi në sytë e tij. "Nëse ke nevojë për ndonjë gjë,
libra, pajisje, mbështetje shtesë, më thuaj. Do të sigurohemi që të kesh çdo gjë që të nevojitet për të pasur sukses. Pas 6 muajsh, Arbeni përfundoi kursin me rezultate të shkëlqyera. Agimi e ndihmua të gjejë një punë në një kompani të vogël IT. Pas një viti, Arbeni po fitonte mjaftueshëm për të mbështetur nënën dhe për të kthyer në shkollë vëllain e tij më të vogël. Ju më keni ndryshuar jetën, i tha Arbeni Agimit një ditë. Para kësaj nuk shihi asnjë rrugdalje. Tani shoh mundësi kudo. Ti e ke ndryshuar vetë jetën tënde, tha Agimi. Unë thjesht të hapa derën, ti ishe ai që hyri. Histori si ajo e Arbenit shumëzoheshin. Çdo javë, Agimi dëgjonte për dikë tjetër që kishte transformuar jetën e tyre nëpërmjet qendrës. Ishin grua që kishin filluar biznese të vogla, ishin të rinj që kishin gjetur karriera, ishin familje që kishin dalë nga varfëria. Por jo çdo histori kishte një fund të lumtur. Ka pasur dështime, zhgënjime, momente kur njerëzit nuk mund të arrinin atë që shpresonin. Agimi mësoi të pranonte këtë, se jo çdo histori do të kishte një fund si e tia, por ajo që çonte ishte mundësia, shpresa, përpjekja. Një ditë, një djalë i ri erdhi në zyrën e Agimit, duke qarë. Dështova, tha ai. Përfundova kursin, provova të filloj një biznes, por nuk shkoi. Humba të gjitha parat që kisha kursyer. Ndjej se kam zhgënjyer të gjithë. Agimi e ftoi të ulej. Më thuaj emrin tënd. Bekim. Bekim, dëgjome me vëmendje. Dështimi nuk do të thot fund, do të thot fillim. Unë kam dështuar 10 herë në jetën time. Kam humbur para, kam humbur mundësi, kam bërë gabimet më dha, por çdo dështim më ka mësuar diçka. Çdo dështim më ka bërë më të fortë. Por si e bëra? Si vazhdove pas dështimit? Duke e parë dështimin si fund, por si mësim, duke pyetur veten, çfarë mund të mësoj nga kjo? Si mund të bëhem më i mirë? Dhe pastaj, duke u ngritur dhe duke provuar përsëri. Agimi kaloi 1 orë duke folur me Bekimin, duke analizuar se çfarë kishte shkuar keq me biznesin e tij, duke identifikuar gabime, duke planifikuar hapa të ardhshëm. Do të ndihmoj të provosh përsëri, por këtë herë do ta bësh më të përgatitur, më të zgjuar. Bekimi e pa me sy plot shpresë. Ju do të më jepni një shans tjetër. Jo unë, ti do të jepesh vetes një shans tjetër. Unë thjesht do të jem këtu për të të mbështetur. 6 muaj më vonë, Bekimi hapi një biznes të vogël që ofronte shërbime riparimi për pajisje elektronike. Këtë herë, ai kishte një plan më të mirë, një kuptim më të thellë të tregut dhe më shumë përjevoje. Biznesi filloi të shkonte mirë. Falenderit që nuk u dorëzuat me mua, i tha Bekimi Agimit, kur biznesi kishte kaluar vitin e parë me sukses. Unë nuk dorëzohem kurrë me njerëz që nuk dorëzohem me veten, tha Agimi. Ndërsa Agimi po afrohej në moshën 50 vjeçare, filloi të reflektonte më shumë për jetën e tij. Kishte arritur shumë, kishte ndërtuar shumë, kishte ndihmuar shumë, por çfarë tjetër kishte për të bërë? Një mbrëmje, ndërsa ulur me Sarën në verandën e shtëpisë së tyre, duke shikuar perëndimin e diellit mbi Prishtinë, ai ndau mendimet e tij. Ndonjëherë mendoj nëse kam bërë mjaftueshëm, tha ai. Sara e shikonte me dashuri. Ti ke bërë më shumë se sa shumica e njerëzve bëjnë në 10 jetë. Por e di që ti nuk do të ndalosh kurrë, nuk është në natyrën tënde. Nuk është se dua të ndaloj. Thjesht dua të sigurohem që ajo që lë pas do të vazhdoj, që kur unë të mos jem më këtu, puna do të vazhdoj. Do të vazhdoj. Ke ndërtuar një bazë të fortë, ke trajnuar njerëz që do të marrin drejtime, ke krijuar institucione që do të qëndrojnë. Trashëgimia jote është e sigurt. Agimi shpresonte që ajo kishte të drejtë. Ai filloi të mendonte për suksesin, donte që kompania dhe fondacioni të vazhdonin edhe pa të, kështu që filloi të përgatiste gjeneratën tjetër të udhëheqësve. Promovoi persona të rinj në pozicione kyçe, duke u dhënë më shumë përgjegjësi, më shumë autonomi. Filloi të organizonte trajnime intensive për udhëheqësi, duke i mësuar ata se si të menaxhojnë, si të udhëheqin me empati, si të mbajnë gjallë vizionin. Unë nuk do të jem këtu për gjithmonë, u tha atyre në një takim. Dhe kur të mos jem, ju do të jeni ata që do të mbajnë këtë punë duke i shkuar. Prandaj, është e rëndësishme që të jeni gati. Njëri prej tyre, një vajzë e re me emrin Albana, e njëjta që kishte qenë asistentja e tij për vite, tha: "Ne do të jemi gati, sepse ju na keni mësuar jo vetëm se si të punojmë, por pse punojmë. Na keni dhënë një mision, jo vetëm një punë." Agimi u prek nga fjalët e saj. Misioni është ajo që na mban duke shkuar. Parat vinë dhe shkojnë, suksesi vjen dhe shkon, por misioni, nëse është i vërtet, qëndron për gjithmonë. Me kalimin e viteve, Agimi filloi të ngadalsonte ritmin. Nuk punonte më 16 orë të ditë.
kalonte më shumë kohë me familjen, me Muharemin e vogël që tani ishte një adoleshent i zgjuar dhe etur për të mësuar. Ai filloi të merrte Muharemin në udhëtime, duke e çuar në fshatra ku qendra po punonte, duke ia treguar se ç'bënin, pse e bënin. "Baba, pse janë ende kaq shumë njerëz të varfër?" e pyeti Muharemi një ditë pas një vizite në një fshat të largët. "Sepse jeta nuk është e drejtë," tha Agimi. "Disa njerëz lindin në kushte të mira, të tjerë jo. Disa kanë mundësi, të tjerë jo. Por kjo nuk do të thotë që duhet të pranojmë gjendjen. Do të thotë që duhet të punojmë për ta ndryshuar. Dhe a mund të ndryshoj? Po. Ngadalë, por po. Çdo person që ndihmojmë është një jetë e ndryshuar. Çdo familje që ngrem nga varfëria është një fitore. Nuk mund të ndihmojmë të gjithë, por mund të ndihmojmë dikë. Dhe nëse të gjithë bëjmë pjesën tonë, atëherë së bashku mund të bëjmë shumë." Muharemi e mendoi këtë me kujdes. "Kur të rritem, dua të vazhdoj punën tënde." Agimi ndjeu një lumturi të thellë. Ëndra e tij nuk do të vdiste me të. Do të vazhdohej përmes birit të tij. Një ditë, Agimi mori një telefonat të papritur. Ishte nga një organizatë ndërkombëtare e cila e ftonte të fliste në Kombet e Bashkuara për temën e refugjatëve dhe reintegrimit. "Do të jetë një event i madh," i tha organizatori. "Presidenta, kryeministra, udhëheqësit të organizatave ndërkombëtare. Zëri juaj do të dëgjohet nga e gjithë bota." Agimi pranoi. Ai e dinte se kjo ishte një mundësi për të përcjellë një mesazh të rëndësishëm, jo vetëm për veten e tij, por për miliona refugjatë në të gjithë botën. Kur arriti në New York dhe hyri në ndërtesën e Kombet e Bashkuara, Agimi ndjeu një peshë të çuditshme. Këtu, në këtë vend, vendosen vendime që ndikojnë miliona njerëz, dhe tani ai do të kishte një zë. Kur erdhi koha e tij për të folur, Agimi u ngrit dhe shkoi në podium. Salla ishte e mbushur me njerëz nga e gjithë bota. Ai pa flamurit të vendeve të ndryshme, fytyra të ngjyrave të ndryshme, por të gjithë me të njëjtin ekspresion, kuriozitet dhe vëmendje. Filloi të fliste, zëri i tij i qetë por i sigurt. "Unë jam Agim Krasniqi, jam nga Kosova dhe kam qenë një refugjat." Bëri një pauzë, duke lënë fjalët të ulen në ajër. "Kur ika nga vendi im, isha 15 vjeç. Nuk e dija nëse do të mbijetoja, nuk e dija nëse ndonjëherë do të kthehesha. Gjithçka që isha ishte frika, dhimbja dhe një prind që po përpiqej të më mbante gjallë." Vazhdoi të tregonte historinë e tij, jo në detaje të gjata, por mjaftueshëm për të përcjellë dhimbjen, luftimin, sakrificën. "Sot, qëndroj këtu para jush jo si refugjat, por si një njeri që ka pasur shansin të ndërtojë një jetë të re. Por ky shans nuk erdhi vetëm, erdhi sepse dikush më dha mundësi, sepse dikush besoi në mua, sepse dikush sa përdzej etiketën e refugjat dhe sa një njeri me potencial." Agimi shikoi përreth sallës. "Sot, ka miliona refugjat në botë, fëmijë, gra, burra që kanë humbur gjithçka. Dhe çdo ditë, bota po vendos se si t'i trajtoj. A do t'i shoh si barr apo si mundësi? A do t'i mbyll dyert apo do t'i hap?" Zëri i tij u bë më i fortë. "Unë ju them, refugjatët nuk janë barr, janë burimi pa shtershëm i forcës, talentit, përcaktimit, por kanë nevojë për mundësi, kanë nevojë për edukim, për trajnime, për mbështetje, kanë nevojë që dikush t'u thotë, ju mund ta bëni, unë besoj në ju." Foli për kompaninë e tij, për fondacionin, për qendrën, foli për njerëzit që kishte ndihmuar, për jetët që kishin ndryshuar. Çdo person që ne ndihmojmë nuk është vetëm një statistik, është një jetë, është një familje, është një e ardhme, dhe kur investojmë në ta, po investojmë në një botë më të mirë. Përfundoi me një thirrje për veprim. "Ju që jeni këtu sot, keni fuqinë të ndryshoni politika, të ndryshoni ndjenja, të ndryshoni jetë. Ju lutem, përdorni atë fuqi. Mos I shikoni refugjatët si problem që duhet zgjidhur, por si njerëz që meritojnë dinjitet, respekt dhe mundësi, sepse nesër ata mund të jenë ata që po ndërtojnë, po krijojnë, po udhëheqin." Kur mbaroi, salla ishte e heshtur për një moment. Pastaj duartrokitjet filluan, jo një duartrokitje protokollare, por një duartrokitje e vërtet, e ngrohtë, që vazhdoi për minuta të tëra. Pas fjalimit, shumë njerëz erdhën për ta falenderuar. "Ju keni prekur zemrat tona," tha një delegate nga Gjermania. "Ju keni dhënë zë atyre që shpesh nuk dëgjohen," tha një përfaqësuese e një organizate humanitare. Një brua me lot në sy tha, "Unë gjithashtu kam qenë refugjate, nga Siria.
Historia juaj më kujtoi se nuk jam vetëm. Falendenir. Agimi e përqafoi. Nuk jeni vetëm, asnjëherë. Kur u kthye në Kosovë pas udhëtimit në New York, Agimi u prit si hero. Media shkroi për të, njerëzit folën për të, dhe ai u bë edhe më i njohur se më parë. Por Agimi nuk donte famën, ai donte vetëm të vazhdonte punën. Një ditë, ndërsa ecte në treg për të blerë perime, diçka që bënte rregullisht sepse i pëlqente të ishte mes njerëzve të thjesht, një grua e moshuar e ndaloi. Ju jeni Agim Krasniqi, apo jo? Po, jam. Gruaja e shikoi për një moment, pastaj tha: Djali im punon në kompaninë tuaj, ju i keni ndryshuar jetën. Para se të fillonte atje, ai nuk kishte shpresë. Tani ai ka një karrierë, mund të mbajë familjen, ka dinjitet. Falendenir. Agimi ndjeu një emocion të thellë. Falenderoni djalin tuaj, ai është ai që punoi për këtë. Unë thjesht i dhash një mundësi. Po, por pa atë mundësi, ai nuk do t'ishte këtu. Ju bëni më shumë se sa e dini. Ndërsa gruaja u largua, Agimi qëndroi atje për një moment duke reflektuar. Ishin momente si këto, të vogla, të thjeshta, por kaq të fuqishme, që e mbajnë atë duke vazhduar. Vitet vazhduan të kalojnë, dhe Agimi filloi të përballej me sfida të reja, jo të jashtme, por të brendshme. Trupi i tij po plakej, nuk kishte më energjinë e një të riu. Ndonjëherë ndjente dhimbje, lodhje, një peshë që nuk e kishte ndjerë më parë. Doktorët i thanë se duhet të ngadalsonte, të pushonte më shumë, të kujdesej për shëndetin. Nuk kam kohë për të ngadalsuar, tha Agimi, ka ende shumë punë për të bërë. Por Sara e detyroi të ishte realiste. Nëse nuk kujdesesh për veten, nuk do t'jesh këtu për të bërë asgjë, dhe çdo të ndodh me të gjitha që ke ndërtuar nëse ti nuk je këtu. Agimi e dinte se ajo kishte të drejtë. Filloi të delegonte më shumë, të pushonte më shumë, të kalonte më shumë kohë me familjen. Një ditë, ndërsa ishte në shtëpi buke lexuar, Muharemi erdhi tek ai. Baba, kam një pyetje. Po bir, a ke pasur ndonjëherë pendime? A ka gjëra që do t'ishe dashur t'i bëje ndryshe? Agimi e mendoi për një moment, pastaj tha: Sigurisht që ka gjëra që do t'i bëja ndryshe nëse do t'kisha mundësi. Do t'kisha dashur të kthehesha më shpejt, të shikoja nënën para se ajo të vdiste. Do t'kisha dashur të kaloja më shumë kohë me babain. Do t'kisha dashur të isha më i butë me veten në momentet kur gjërat nuk shkonin mirë. Por a mendon se jeta jote ka qenë e suksesshme? Suksesi nuk matet vetëm në atë që arrin, por në atë që jep. Nëse e shikoj nga ky këndvështrim, po, mendoj se jeta ime ka pasur kuptim, ka pasur vlerë, kam bërë diferencë. Dhe kjo është ajo që dua të bëj edhe unë. Agimi e shikoi djalin e tij me krenari të madhe. Dhe do ta bësh, Muharem, ndoshta jo në të njëjtën mënyrë si unë, por në mënyrën tënde. Dhe kjo është gjëja më e bukur, që çdo gjenerat ndërton mbi atë që e mëparshmja la. Një ditë, Agimi dëgjoi për një familje në një fshat të largët që ishte në situatë të dëshpëruar. Babai kishte vdekur nga një sëmundje. Nëna po luftonte për të mbajtur 4 fëmijë dhe ata po përballeshin me dëbim nga shtëpia sepse nuk mund të paguanin qiran. Agimi vendosi ta vizitonte personalisht. Kur arriti, gjeti një shtëpi të vogël të dëmtuar me mobilje minimale. Fëmijët ishin të holluar me rroba të vjetra. Nëna, një grup në të 30-tat, duke e mbytur nga pesha e përgjegjësisë. Përshëndetje, tha Agimi brutësisht. Jam Agim, kam dëgjuar për situatën tuaj dhe kam ardhur për të parë si mund t'ju ndihmoj. Gruaja filloi të qaj. Ju jeni ai njeri nga televizori, pse do të vini këtu? Pse do të kujdeseni për ne? Sepse kam qenë në vendin tuaj. E di se çfarë do të thotë të ndihesh pa shpresë, dhe tani që kam mundësinë, dua të ndihmoj. Agimi ul me familjen dhe dëgjoi historinë e tyre. Pastaj bëri një plan. Pagoi qiran për 6 muaj përpara, duke u dhënë kohë për të marrë frymë. Siguroi që fëmijët të regjistroheshin në shkollë dhe të merrnin ushqim falas nga qendra. Ndihmoi nënën të gjejë një punë si qepse në një fabrikë lokale. Por më e rëndësishmja, tha ai, ju nuk jeni vetëm. Ne do të jemi këtu për t'ju mbështetur në çdo hap. Pas 6 muajsh, familja ishte stabilizuar. Fëmijët po shkonin në shkollë me rregull. Nëna po fitonte mjaftueshëm për të mbajtur familjen. Ata kishin lëvizur në një shtëpi më të mirë. Kur Agimi vizitoi përsëri, nëna e përqafoi dhe tha: Ju na keni shpëtuar, pa ju nuk e di se ku do të ishim. Ju keni shpëtuar veten, tha Agimi. Ju keni punuar, keni luftuar, keni vazhduar. Unë thjesht ju hapa një derë. Po, përpara të derë ne do të ishim ende jashtë në të ftohtë. Kur u largua nga shtëpia, Agimi ndjeu një ngrohtësi në zemër. Kjo ishte arsyeja pse e bënte të gjitha, jo për famën, jo për parat, por për momente si ky, kur shihte se një jetë ishte ndryshuar.
se një familje kishte gjetur shpresë. Tani ndërsa Agimi po afrohej në fund të dekadës së 50 të jetës së tij, ai shikoi pas dhe pa një udhëtim të jashtëzakonshëm. Nga një djalë i friksuar që iku si refugjat në një biznesmen të suksesshëm që kishte ndryshuar mira jetë. Por më e rëndësishmja, ai kishte gjetur paqe me të kaluarën. Nuk ishte më i plagosur nga kujtimet. I kishte pranuar ato, i kishte integruar në identitetin e tij dhe i kishte përdorur si burim force. Një mbrëmje, kur po qëndronte në balkonin e shtëpisë me Sarën dhe Muharemin, duke shikuar dritat e Prishtinës, Sara pyeti: "Nëse do të mundej të ktheheshe në kohë dhe t'i flisje atij djalit të vogël që iku atë natë, çfarë do t'i thoshja?" Agimi e mendoi për një kohë të gjatë. "Do t'i thoshja, mos ki frikë. E di se tani gjithçka duket e errët, e pa shpresë, por një ditë ti do të qëndrosh përsëri në këtë vend dhe do të jesh krenare për udhëtimin. Do të kesh humbur shumë, por do të fitosh edhe më shumë. Do të ndërtosh diçka të bukur nga gërmadhat, dhe mbi të gjitha do të dish se dhimbja nuk është përfundim, është fillim." Muharemi e shikoi babain me adhurim. "Baba, ti je heroi im." Agimi buzëqeshi. "Nuk jam hero bir, jam thjesht një njeri që nuk dha ngonjëherë dorë. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që mund t'ju mësoj. Mos jipni dorë ngonjëherë. Pavarësisht se sa e vështirë bëhet jeta, pavarësisht se sa herë rëzoheni, ngrihuni përsëri, sepse mënyra e vetme që dështojmë vërtet është kur ndalem së provuari." Atë natë, para se të flinte, Agimi shkroi në diarin e tij, diçka që kishte bërë çdo natë prej vitësh. "Sot kisha një bisedë me Muharemin për jetën. Shpresoj se i kam dhënë atij diçka të vlerëshme, jo vetëm fjalë, por një model. Shpresoj se kur ai të jetë në moshën ime, ai do të shikoj pas dhe të jetë krenar për atë që ka ndërtuar. Dhe shpresoj se një ditë fëmijët e tij do të dëgjojnë historinë on, historinë e refugjatëve që bëhen ndërtues, të humburve që gjejnë rrugë, të dëshpëruarve që gjejnë shpresë." Ai pushoi lapsin dhe shikoi fotografinë në tavolinën e tij. Një fotografi e vjetër nga albumi që Ahmeti ja kishte dhënë. Ishte një fotografi e familjes së tij, e bërë para lufte. Ai, i vogël dhe plot shpresë, babai, i fortë dhe vendosuar, nëna, e bukur dhe plot dashuri. "Faleminderit", murmuriti ai. "Faleminderit për gjithçka që më keni dhënë, për dashurinë, për sakrificën, për besimin. Shpresoj se ju kam bërë krenar." Dhe në atë moment, Agimi ndjeu se diçka që nuk e kishte ndjerë prej vitesh, një paqe të plot. Ai e kishte bërë, ishte kthyer, ishte ndërtuar, ishte dhënë kuptim dhimbjes, kishte kthyer humbjen në fitore. Historia e Agimit nuk ishte vetëm historia e një refugjati, ishte historia e çdo njeriu që ka humbur diçka dhe ka gjetur forcën për të vazhduar. Ishte historia e shpresës, e vendosmërisë, e dashurisë, ishte historia e jetës. Dhe tani, kur njerëzit shikonin Agimin, nuk shihnin më një refugjat. Shihnin një njeri që kishte transformuar dhimbjen në qëllim, që kishte ndërtuar diçka të bukur nga hiri, që kishte provuar se pavarësisht se nga fillojmë, mund të arrijmë lart, nëse nuk heqim dorë kurrë. Kjo ishte trashëgimia e Agimit. Jo paratë që kishte fituar, jo famja që kishte arritur, por jetët që kishte prekur, shpresën që kishte dhënë, dhe mesazhi që do të jetonte përgjithmonë. Nuk ka rëndësi sa larg rrëzohemi, ka rëndësi sa lart ngrihemi.